Mbrëmja bie mbi qytet kur një ere detyrohet të zgjedhë mes bukës së mbrëmjes dhe mirësisë ndaj një të panjohuri. Ajo që nuk e imagjinon është se ky gjest i thjesht do të shkaktojë një kthes që do të ndryshojë fatin e familjes së saj. Atë natë, dëmshuria shndërrohet në mrekulli dhe e kaluara kthehet për të shlyer një borxh dekadash. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Mbrëmja po binte rënd mbi Tiranë, duke sjellë me vete atë të ftohtë vjeshte që dukej se depërtonte në kocka. Elina priste në stacionin e autobusit vetëm, duke mbajtur një qese plastike të rrudhur që mbante uniformën e vjetër të nënës së saj. Në moshën 17 vjeç, ajo tashmë e njihte peshën e vendimeve që askush nuk duhet të merrte në atë moshë. Ajo dinte çfarë do të thoshte të zgjidhje mes të ngrënit ose pagesës së qiras. Ajo dinte çfarë ishte të shije nënën të kthehej nga puna me shpinën aq të dhimbshme sa mezi mund të përkulej për të hequr këpucët. Atë ditë, Roza ishte larguar më herët. Punëdhënësja, një grua me zë të mprehtë dhe shikim prerës, nuk kishte durim kur shërbëtorja e shtëpisë kërkoi të bënte një pushim. Dhimbjet e shpinës ishin të padurueshme, por kjo nuk kishte rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte që dyshemeja prej mermerit të shkëlqente si pasqyrë deri në fund të ditës. Roza u përpoq të vazhdonte, duke u mbështetur në fshes, por trupi i saj thjesht nuk ju bin. Punëdhënësja e largoi me një tundje dore, siç largon një mizë. Pa përfunduar shërbimin, pa marrë pagesën e plotë të ditës. Elina ndjeu stomakun t'i rrotulloi kur nëna e saj i tregoi, me sytë e kuq nga dhimbja dhe poshtërimi. Ato e dinin saktësisht çfarë do të thoshte kjo. Qiraja ishte tashmë 5 ditë me vonesë. Pronari i kishte thënë se nuk do të pranonte më justifikime. Këtë herë do të ishte ndryshe. Këtë herë ai do ta mbante kërcënimin e dëbimit. Në xhepin e pantallonave të zbardhura, Elina ndjente peshën e $5 të fundit të familjes. Ishte gjithçka që kishin deri në fund të javës. Ato para ishin të destinuara për të blerë qumësh dhe bukë atë natë. Ndoshta disa vezë, nëse do të mbeteshin disa qindarka. Nëna e saj kishte punuar 12 orë për ato $5, duke fërkuar dyshemen në gjunjë, duke pastruar banja, duke hequr pluhurin nga mobiljet që kushtonin më shumë se sa ato do të fitonin në një vit të tërë. Era e ftohtë fryu dhe Elina rregulloi pallton e hollë mbi supe. Në qafë, lëviznin butësisht pllakat ushtarake të gjyshit të saj. Ishin prej metalit të konsumuar, me emrin e gdhendur me shkronja që koha përpiqej t'i fshinte, por që ajo i dinte përmendësh. Viktor Aliu. Një veteran lufte që kishte shpëtuar jetë, që ishte kthyer në shtëpi me medalje dhe plag, por që vdiq i harruar nga vendi që u betua të mbronte. Shteti nuk dërgoi lule në varrim. Nuk i pagoi pensionin vejushës. Nuk e kujtoi sakrificën kur familja kishte nevojë. Por Elina e mbante mend. Gjithmonë e mbante mend. I vishte ato pllaka çdo ditë, si një hajmali, si një premtim i heshtur se mirësia dhe guximi ende kishin rëndësi në këtë botë, edhe kur gjithçka rreth e rrotull thoshte të kundërtën. Autobusi nuk kishte mbërritur ende dhe stacioni ishte pothuajse bosh. Vetëm ajo dhe një zotëri i moshuar që dukej krejtësisht jashtë vendit aty. Ai ishte ulur në stolën e drurit të qarë, me duart që i dridheshin lehtë, me shikimin e humbur fiksuar në një pikë të largët që vetëm ai mund ta shite. Elina e vëzhgoi diskretisht. Burri vishte rroba të shtrenjta, ajo mund ta dallonte këtë. Pëlhura e palltos ishte e hollë, ndoshta lesh i pastër, dhe këpucët, edhe pse të pista me pluhur, ishin prej lëkure origjinale. Por diçka nuk shkonte. Këmisha e tij kishte 2 kopsa të hapura, kravata e shtrembër dhe fytyra e tij. Mbante një shprehje konfuzioni të thellë që bëri që zemra e Elinës të shtrëngohej. Ai shikoi rreth e rrotull, sikur sapo kishte kuptuar ku ishte, dhe u ngrit me vështirësi. Sytë e tij përshkuan dyshemen, koshët e plerave afër, stolën ku ishte ulur. Po kërkonte diçka, kjo ishte e qartë. Duart i dridheshin ende kur u përkul me vështirësi për të parë poshtë stolës. Elina hezitoi për një moment, por më pas ju afrua. Kishte diçka në brishtësinë e atij burri që preku një korth të ndjeshme brenda saj. Ndoshta ishte kujtimi i gjyshit në ditët e fundit, gjithashtu i humbur, gjithashtu i hutuar. A mund t'ju ndihmoj, zotëri? Burri ngriti sytë dhe ajo pa aty një përzierje lehtësimi dhe dëshpërimi. Ai kishte sy të qartë, pothuajse transparent, që kontrastonin me lëkurën e rrudhur nga koha.
Çanta ime, tha ai, me zë të ngjirur por të edukuar. Kisha një çantë. Kafe. Me dokumente. Nuk di ku e lash. Elina shikoi rreth e rrotull, por nuk kishte asnjë çantë në sy. Zotëria ishte vetëm, tha ajo butësisht. Kur mbërritët këtu? Ai puliti disa herë, sikur pyetja ishte shumë e vështirë për t'u përpunuar. Nuk e di, u përgjigj më në fund. Dola për të shëtitur. Gjithmonë shëtis pas dite. Por sot. Sot u largova shumë. Nuk duhej të kisha dalë vetëm. Zotëria jeni I humbur, pyeti Elina, duke e ditur tashmë përgjigjen. Ai tundi kokën ngadalë dhe kishte aq shumë brishtësi në atë gjest sa Elina ndjeu një nyje në fy. Nuk di ku jam, pranoi ai, me zërin që I thehej pak. Nuk di si të kthehem. Kujtesa ime ndonjëherë më tradhton. Haroj gjërat. Gjërat të kohëve të fundit. Emrin tim, e di. Por si arrita këtu, kjo është zhdukur. Elina kafshoi buzën e poshtme, duke menduar. Zotëria keni telefon? Dikush që mund të telefononi? Ai preku xhepat e tij mekanikisht, sikur ai gjest ishte më shumë një refleks se sa një kërkim I vetëdijshëm. Jo. Nuk kam asgjë. As telefon, as para. Më duhet të shkoj në terminalin qendror të autobusëve. Aty mund të kërkoj ndihmë. Dikush do të më njohë. Dikush gjithmonë më njeh. Autobusi u shfaq në distancë, motori I tij dizel duke gëmuar në ngjitjen e rrugës me gropa. Elina shikoi burrin, më pas autobusin që po afrohej, më pas qesen plastike në dorën e saj. Një vendim po formohej në mendjen e saj, një nga ato vendime që ajo dinte se do të ndryshonte rrjedhën e natës, ndoshta të gjithë javës. Autobusi ndaloi me një kërcitje frenash dhe dera u hap. Shoferi, një burr I moshës së mesme me një shprehje fytyre përgjithmonë të irrituar, I shikoi ata me padurim. Zotëria I moshuar ju afrua derës duke u lëkundur. Ju lutem, tha ai, duke zgjatur duart e zbrazta. Jam I humbur. Më duhet të shkoj në terminal. Nuk kam para tani, por mundem. Pa para, pa udhëtim, e ndërpreu shoferi me zërin e tij të lartë dhe të ashpër. E kam dëgjuar këtë histori 1000 herë. Rregullat janë rregulla. Paguaj ose zbris. Burri bëri një hap prapa dhe Elina pa poshtërimin t'i skuqte fytyrën. Ai uli kokën, supet ju përkulën nga brenda, sikur të përpiqej të bëhej më I vogël, I padukshëm. Diçka brenda Elinës u thye në atë moment. Ndoshta ishte kujtimi I të gjitha herëve që nëna e saj ishte trajtuar si më pak se njerëzore. Ndoshta ishte imazhi I gjyshit që dha gjithçka për vendin e tij dhe u shpërblye me indiferencë. Ndoshta ishte thjesht siguria se, nëse ajo do ta linte atë burr aty, vetëm dhe të humbur, ajo do të bëhej pjesë e problemit, pjesë e kësaj makine mizore që shtyp të dobëtit. Pritni, tha Elina, me zërin më të fortë nga sa priste. Unë paguaj. Ajo ngjiti shkallët e autobusit, nxori $5 e rrudhur nga xhepi dhe I dha shoferit. 2 bileta, ju lutem. Shoferi mori parat pa thënë asgjë, vetëm shtypi butonat e makinës dhe I dha 2 bileta. Elina u kthye dhe bëri një gjest që zotëria të ngjitej. Ejani, tha ajo, duke I ofruar krahun për ta ndihmuar. Burri e shikoi me një shprehje që përziente habin, mirënjohjen dhe diçka që Elina nuk mundi ta identifikonte menjëherë. Ai pranoi krahun e saj dhe u ngjit ngadalë, çdo shkallë një përpjekje e dukshme. Ata u ulën në pjesën e pasme të autobusit, në ulset plastike të qarë që kishin parë ditë më të mira. Elina mbajti qesen plastike me uniformën e nënës në prerë dhe shikoi nga dritarja e ndotur, duke u përpjekur të mos mendonte se çfarë do të bënte kur të arrinte në shtëpi. Pa para, pa ushqim. Nëna do të pyeste. Dhe ajo do të duhej të shpjegonte. Por kur shikoi zotërin pranë saj, pa se ai po qante në heshtje. Lotët I rridhnin në përfytyrën e rrudhur dhe ai I fshinte me shpinën e dorës, I turpëruar. Faleminderit, përshpëriti ai. Ka shumë kohë që dikush është kaq I sjellshëm me mua. Elina nuk dinte çfarë të thoshte, kështu që thjesht tundi kokën. Autobusi u tund nëpër rrugët me gropa të lagjeve periferike dhe për disa minuta ata qëndruan në heshtje. Më pas burri foli përsëri, zëri I tij pak më I fortë tani. Si quheni? Elina. Një emër I bukur. Unë jam Marko. Kënaqësi, zotëri Marko.
Ai buzëqeshi dobët. Vetëm Marko. Nuk ka nevojë për zotëri. Autobusi vazhdoi rrugën e tij, duke u ndalur her pas here për të lënë dhe marrë pasagjer. Marko shikonte nga dritarja me vëmendje, sikur po përpiqej të gjente ndonjë referencë, ndonjë pikë referimi që do t'i rikthente kujtesën. Më pas sytë e tij u ndalën në qafën e Elinës, në pllakat ushtarake që lëviznin butësisht me lëvizjen e automjetit. Ai u përkul pak përpara, duke rrudhur vetullat. Këto pllaka, tha ai, janë ushtarake. Ishim të gjyshit tim, u përgjigj Elina, duke vënë instinktivisht dorën në metalin e ftohtë. Ai shërbeu në luftë. Marko zgjati dorën ngadalë. A mund t'i shoh? Elina hezitoi vetëm një sekond para se të hiqte zinxhirin nga qafa dhe t'ia jepte atij. Marko mbajti pllakat me një kujdes pothuajse të shenjtë, duke i afruar pranë syve për të lexuar emrin e gdhendur. Dhe atëherë ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Konfuzioni në sytë e tij u zhduk për një moment, i zëvendësuar nga diçka që dukej si njohje, kujtim, emocion i pastër. Viktor Aliu, lexoi ai me zë të lartë, dhe zëri i tij u dridh. Ai mbylli sytë, duke shtrënguar pllakat në gjoks. Viktor Aliu. Zotëria e njënit gjyshin tim, pyeti Elina, duke u përkulur përpara, me zemrën që i rrahte fort. Marko hapi sytë ngadalë dhe aty kishte lopë të freskët. E njëja, pëshpëriti ai. Ai më shpëtoi jetën. Çfarë? Ishte gjatë një misioni, vazhdoi Marko, fjalët duke dalë pak nga pak, sikur po i nxirrte secilën prej tyre nga një pus i thellë brenda tij. Kishte një zjarr. Gjithçka po shembej. Isha i bllokuar. Dhe ai u kthye. Të gjithë të tjerët kishin ikur, por ai u kthye. Më nxori jashtë. Nëse nuk do të ishte për Viktor Aliun, unë nuk do të isha këtu sot. Elina ndjeu lotët t'i digjnin sytë e saj. Nuk kishte njohur kur dikë që kishte shërbyer me gjyshin. Ai vdiq kur ajo ishte shumë e vogël dhe historitë ishin të pakta, të treguara nga gjyshja me përshpëritje nostalgjike para se edhe ajo të largohej. Ai ishte një hero, tha Marko, duke ia kthyer pllakat Elinës me duar të dridhura. Një hero i vërtet. Dhe ti ke mirësinë e tij. Mund ta ndjeja këtë. Autobusi ngadalsoi shpejtësinë, duke ju afruar një tjetër ndalese. Elina shikoi nga dritarja dhe njohu zonën. Ishin disa bloqe larg shtëpisë së saj. Ajo duhej të vendoste shpejt se çfarë të bënte. Marko, tha ajo, ju thatë se ju duhet të shkoni në terminal. Por po bëhet vonë dhe ftohtë. Pse nuk vini me mua? Mund të pushoni pak, të përdorni telefonin ton, dhe nesër në mëngjes do të gjejmë një mënyrë që ju të ktheheni në shtëpi. Marko e shikoi me ata sy transparent dhe Elina pa dyshimin aty. Ai ishte një burr i një epoke tjetër, i edukuar, që ndoshta nuk donte të ishte barë. Nuk dua të shkaktoj shqetësime, tha ai. Nuk do të shkaktoni, gënjeu Elina, sepse dinte që nëna e saj do të shqetësohej, që do të kishte pyetje, që prania e tij do të ndërlikonte një natë që tashmë do të ishte e vështirë. Por ajo dinte gjithashtu se nuk mund ta linte thjesht atë burr në terminal, vetëm dhe të hutuar në të ftohtin e natës. Ju lutem, këmbënguli ajo. Do të ishte një nder të mirë prisnim dikë që u shpëtua nga gjyshi im. Dhe kështu, kur autobusi ndaloi, ata zbritën së bashku. Elina e udhëhoqi Markon nëpër rrugët e njohura, duke kaluar pranë shtëpive me grila në dritare, pranë qenve që lehen pas portave të ndryshkura, pranë fëmijëve që luanin në trotuar edhe me të ftohtin. Ata mbërritën në një ndërtesë të ulët, me vetëm 3 kate, me bojë të zhveshur dhe çarje të dukshme në mure. Elina shtyu portën e hekur që kërciste dhe filloi të ngjitej shkallëve të jashtme. Marko e ndiqte ngadalë, duke u mbështetur në parmakun e lëvizshëm. Në katin e dytë, Elina ndaloi përballë një dere druri me bojë të gjelbër të zbardhur. Ajo kërkoi çelsin në xhep dhe, para se ta hapte, u kthye nga Marko. Nuk është shumë, tha ajo me zë të ulët. Por është shtëpia jon. Dhe hapi derën. Apartamenti ishte i vogël. Shumë i vogël. Dera hapej direkt në një dhomë që shërbente gjithashtu si kuzhinë, të ndara vetëm nga një banak i ulët. Kishte një divan të vjetër të mbështetur në mur, një televizor të vogël mbi një tavolinë druri të gërvishtur dhe një dritare me perde të ndrequra që lejonin të hynte pak drita e mbrëmjes. Roza ishte ulur në tavolinë me kokën mes duarve kur dëgjoi derën të hapej.
Ajo ngriti fytyrën shpejt duke fshirë syt me shpinën e dorës duke u përpjekur të fshete se po qante. Por kur pa vajzën e saj të hynte, e ndjekur nga një i panjohur, shpreha e saj ndryshoi nga trishtimi në konfuzion dhe më pas në shqetësim. Elina, filloi ajo, duke u ngritur ngadalë me një dorë të shtypur në shpinë. Kush është? Nën, ky është Marko. Ai ishte i humbur në stacionin e autobusit. Ka nevojë për ndihmë. Roza shikoi nga vajza e saj te burri i moshuar dhe Elina pa llogaritjen që po formohej në mendjen e nënës. Një i panjohur. Në shtëpinë e tyre. Në ditën kur ishin larguar më herët, në ditën kur nuk kishte para, në ditën kur dëbimi po afrohej si një stuj e pashmangshme. Por më pas Roza pa rrobat e shtrenjta të burrit, pa brishësinë në qëndrimin e tij, pa mirësinë në sytë e vajzës së saj dhe shpreha e saj u zbut. Mirë se vini, tha ajo, me zërin e lodhur por të edukuar. Ju lutem, u luni. Duhet të jeni i raskapitur. Marko pranoi ftesën duke u ulur me kujdes në divan. Elina shkoi në kuzhinë dhe mbushi një gotë me ujë nga rubineti duke ia dhënë burrit. Ai piu me glënjka të vogla, mirënjohës. Roza çaloi deri te koltuku dhe u ul me një pëshertim lehtësimi. Elina vuri re se si nëna e saj përpiqej të fshete dhimbjen, por njihte çdo shprehje të asaj fytyre. Rrudhat rreth syve ishin më të thella sot, supet më të përkulura. Nën, duhet të pushosh, tha Elina duke ju afruar. Jam mirë, gënjeu Roza, siç gënjente gjithmonë. Është vetëm pak lodhje. Marko vëzhgonte gjithçka në heshtje. Sytë e tij, më parë të hutuar, tani ishin të vëmendshëm, duke thithur çdo detaj të apartamentit të vogël. Ai pa frigoriferin e vjetër me një zarf të ngjitur me një magnet, vulën e kuqe të dukshme edhe nga distanca. Pa tavolinën me vetëm 2 karrige, njëra prej tyre me këmbë të shtrembër, e balancuar nga një copë kartoni. Pa ngrosin e prishur në cep të dhomës, të padobishëm kundër të ftohtit që fillonte të depërtonte nëpër të çarat e dritareve. Elina ndoqi shikimin e tij dhe ndjeu turp, por edhe një formë të çuditshme krenarie. Kjo ishte shtëpia e tyre. Ishte pak, por ishte e ndershme. Çdo objekt aty ishte fituar me punë, çdo ditë qiraje e paguar kishte kushtuar orë të raduar të plagosura dhe shpine të dhimbshme. Ju jetoni këtu vetëm? Pyeti Marko butësisht. Po, u përgjigj Roza. Jemi vetëm ne të dyja. Që kur burri im na la. Elina vuri re se nëna kishte zgjedhur fjalët me kujdes. Babai i saj nuk kishte vdekur, ai thjesht ishte larguar një mëngjes, kur ajo ishte 8 vjeç dhe nuk ishte kthyer më kurrë. Nuk la para, nuk la shpjegim, nuk la asgjë përveç 2 grave që përpiqeshin të mbijetonin në një botë që nuk kishte mëshirë për të dobëtit. Marko tundi kokën ngadalë. Dhe ju punoni? Pyeti ai Rozën. Jam shërbëtore shtëpie. Ose isha. Nuk e di më. Zëri i Rozës u thek pak në fund dhe Elina pa lotët që kërcënonin të ktheheshin. Ajo shkoi te nëna dhe i vuri dorën në supë, një gjest i vogël ngushëllimi. Çfarë ndodhi? Pyeti Marko dhe kishte diçka në zërin e tij që i bënte njerëzit të donin të flisnin, diçka që transmetonte se ai me të vërtet interesohej. Roza hezitoi, por më pas fjalët filluan të dilnin, sikur një digë ishte thyer. Ajo tregoi për shtëpinë e madhe në zonën e pasur të Tiranës, për punëdhënësen e pamundur për t'u kënaqur, për orët e punës në gjunjë duke fërkuar 2 sheme mermeri. Tregoi për dhimbjet e shpinës që ishin përkeqësuar prej muajsh, për atë se si sot nuk kishte mundur të përfundonte shërbimin, për atë se si ishte larguar pa marrë pagesën e plotë. Dhe qiraja është me vonesë, tha Roza, duke shikuar zarfin në frigorifer. 5 ditë. Pronari tha se këtë herë nuk do të ketë biseda. 3 ditë dhe do të jemi në rrugë. Marko ndoqi shikimin e saj të zarfi. Sa vjeç jeni? Pyeti ai. 43. Por ndihem si 70. Dhe sa kohë keni punuar si shërbëtore shtëpie? Që kur isha 16 vjeç. 27 vjet duke pastruar shtëpitë e të tjerëve. Kishte hidhërim në zërin e saj, por edhe dorëzim. Ishte jeta që kishte, e vetmja që njihte. Nuk kishte kohë për ëndra kur ishe e zënë duke mbijetuar. Heshtja ra mbi apartament, e thyer vetëm nga zhurma e largët e trafikut jashtë. Elina shkoi te frigoriferi dhe e hapi, duke konfirmuar atë që tashmë dinte. Gjysmë litri qumësht, 3 vezë, një karotë e vyshkur. Asgjë tjetër.
Do të përgatis diçka për të ngrënë, tha ajo, duke u përpjekur të mbante zërin e gëzuar. Nuk është shumë, por... Ajo ndaloi kur kuptoi se nuk kishte me çfarë të gatuante. $5 kishin shkuar për biletat e autobusit. Nuk kishte darkë. Nuk kishte asgjë. Marko vuri re hezitimin. Ju keni darkuar tashmë? Pyeti ai. Nuk kemi shumë uri sot, gënjeu Elina shpejt, duke mbyllur frigoriferin. Jemi mirë. Por Marko kishte parë mjaftueshëm. Ai u ngrit ngadalë nga divani dhe Elina pa një ndryshim në qëndrimin e tij. Konfuzioni ishte ende aty, çorientimi i dikujt që kishte humbur kujtesën e kohëve të fundit, por tani kishte diçka më shumë. Një vendosmëri, një qartësi qëllimi. A mund të përdor telefonin tuaj? Pyeti ai. Duhet të bëj një telefonat. Rosa tregoi telefonin e vjetër me disk që qëndronte në një tavolinë të vogël në cep të dhomës. Marko shkoi aty dhe qëndroi për një moment me gishtat që i lëviznin mbi disk. Elina pa përqendrimin në fytyrën e tij, sikur po gërmonte thellë në kujtesën e tij për një numër që duhej të ishte aty. Më pas, ngadalë, ai filloi të formonte numrin. Çdo lëvizje e diskut ishte e qëllimshme, e kujdesshme. Ai vuri receptorin në vesh dhe priti. Sekonda kaluan. Më pas një zë u përgjigj nga ana tjetër, i padëgjueshëm për Elinën dhe Rozën, por qartësisht i njohur për Markon. Jam unë, tha Marko, me zërin pa pritur ndryshe. Më i fortë, më autoritar. Më duhet të dërgoni një makinë. Tani. Dhe ai dha adresën e apartamentit me një saktësi që e befasoi Elinën, duke marrë parasysh se pak çaste më parë ai mezi dinte ku ishte. Biseda ishte e shkurtër. Marko dha disa udhëzime të tjera, zëri i tij i ulët por komandues dhe më pas e mbylli. Ai u kthye nga dy gratë, të cilat e shikonin me një përzierje konfuzioni dhe ankthi. Çfarë bëre sapo? Pyeti Rosa, duke u ngritur nga koltuku me përpjekje. Kërkova të më marrin, u përgjigj Marko thjesht. Familja ime duhet të jetë e shqetësuar. Elina ndjeu një shtrëngim në gjoks. Sigurisht që ai kishte një familje. Sigurisht që kishte njerëz që e kërkonin. Dhe tani ata do të vinin ta merrnin dhe ai do të largohej dhe gjithçka do të kthehej në normalitet. Apartamenti i ftohtë, frigoriferi bosh, zarfi i dëbimit në derë. Por para se ajo të thoshte diçka, trokitën në derë. 3 trokitje të forta, autoritare. Rosa dhe Elina shkëmbyen shikime nervoze. Ishte shumë herët për të qenë makina e Markos. Elina shkoi te dera dhe e hapi. Nga ana tjetër ishte Aron, administratori i pallatit. Ai ishte një burr i moshës së mesme, me bark të theksuar dhe një buzëqeshje që nuk arrinte kurrë sy. Vishte një këmishë sociale me njolla djerse në sqetulla dhe mbante një dërast me kapse. Mirëmbrëma, Rosa, tha ai, duke injoruar plotësisht Elinën dhe duke hyrë në apartament pa u ftuar. Kam ardhur personalisht t'ju sjell një lajm. Ai vendosi dërasën me kapse mbi tavolinë dhe nxori një letër, duke e vendosur atë në qendër që të gjithë ta shihnin. Ishte një njoftim zyrtar dëbimi, me vula dhe nënshkrime. 3 ditë, tha Aron, duke goditur me gishtin tregues në letër. 3 ditë për të mbledhur gjërat tuaja dhe për të ikur. Nuk do të pranoj më justifikime këtë herë. Kam qenë shumë i durueshëm. Rosa mbylli syt, me duart që i dridheshin. Zotëri Aron, ju lutem. Po kërkoj punë. Më duhet vetëm edhe një javë. Një javë? Aron qeshi, një zë i pakëndshëm. E tha të këtë muajin e kaluar. Dhe muajin para. Nuk jam bank, Rosa. Nuk mund të mbaj qiramarrës që nuk paguajnë. Elina ndjeu zemërimin t'i vlohej brenda. Nëna ime ka paguar gjithmonë. Ka punuar gjithmonë. Ajo është e sëmur tani, por do të shërohet. Do t'i marrim paratë. Aron u kthye nga ajo me një shprehje përbuzjeje. Vajz, ti nuk e kupton si funksionon bota. Nuk kam kohë për histori të trishtuara. 3 ditë. Fundi i bisedës. Ai u kthye për të dalë, por më pas vuri re Markon për herë të parë. Burri i moshuar qëndronte pranë dritares, duke vëzhguar gjithçka në heshtje, por kishte diçka në sytë e tij që bëri Aronin të hezitonte. Kush është ky? Pyeti administratori, duke treguar me mjekër. Një mysafir, u përgjigj Rosa shpejt. Nuk është puna juaj. Aron tundi supet.
S'ka rëndësi. Gjithsesi, në 3 ditë askush nuk do të jetë më këtu. Shpresoj të keni një vend ku të shkoni. Rrugët janë të ftohta në këtë kohë të vitit. Kishte diçka mizore në mënyrën si e tha këtë, një kënaqësi e vogël që bëri Elinën të donte të bërtiste. Por ajo u përmbajt duke kafshuar buzën aq fort sa ndjeu shijen e gjakut. Aron doli duke mbyllur derën me forcë pas tij. Heshtja që mbeti ishte e rëndë, mbytëse. Roza ul përsëri me duart që i mbulonin fytyrën, supet që i dridheshin nga gulqime të heshtura. Elina shkoi te nëna dhe u gjunjëzua pranë saj duke e përqafuar. Gjithçka do të shkojë mirë, nën. Ne do të gjejmë një mënyrë. Gjithmonë gjejmë një mënyrë. Por për herë të parë në jetën e saj, Elina nuk ishte e sigurt nëse i besonte fjalëve të saj. Marko vazhdoi të qëndronte pranë dritares, por fytyra e tij ishte ngurtësuar. Ai kishte parë gjithçka, kishte dëgjuar gjithçka. Dhe diçka brenda tij, diçka që konfuzioni dhe humbja e kujtesës nuk kishin mundur ta fshinin, po zgjohej. Kush është pronari i këtij pallati? Pyeti ai papritur. Roza ngriti fytyrën duke fshirë lotët. Një grup investimesh. Nuk e di emrin e plot. Aron është ai që menaxhon gjithçka. Dhe ajo punëdhënësja juaj. Shtëpia ku punoni. Kush është pronari? Roza rudhi vetullat e hutuar nga pyetjet. Një biznesmen. I pasur. Nuk di shumë për të. Gruaja e tij është ajo që komandon gjithçka. Marko tundi kokën ngadalë, sikur po montonte një enigmë në mendjen e tij. Më pas ai shikoi nga dritarja dhe pa drita që po afroheshin poshtë. Makina. Disa makina. Mbërritën, tha ai thjesht. Elina shkoi te dritarja dhe shikoi poshtë. 3 makina të zeza, të mëdha dhe të shkëlqyeshme, kishin ndaluar përballë pallatit. Ishin lloji i makinave që ajo i shihte vetëm në televizor ose duke kaluar në bulevardin kryesor të Tiranës. Burra me kostume zbritën duke shikuar rreth e rrotull me shprehje serioze. Kush janë këta njerëz? Përshpëriti Elina me zemrën që i rahte fort. Marko u kthye nga ajo dhe, për herë të parë, sytë e tij ishin plotësisht të qartë. Konfuzioni ishte zhdukur, i zëvendësuar nga një kthjelltësi e mprehë. Ekipi im, tha ai. Dhe më pas, me një zë që mbante peshë dhe autoritet, dua që ju të dyja të vini me mua. Ku? Pyeti Roza, duke u ngritur nga karrigia e alarmuar. Në shtëpinë time. Ju do të qëndroni atje sonte. Dhe nesër në mëngjes do të fillojmë të zgjidhim disa probleme. Nuk mundemi, protestoi Roza. Nuk ju njohim. Nuk mundemi thjesht. Roza e ndërpreu Marko dhe kishte aq shumë mirësi në zërin e tij sa ajo ndaloi se foluri. Vajza juaj më ndihmoi kur isha i humbur. Ajo shpenzoi dollarët e fundit që kishit për të më dhënë një bilet autobusi. Ajo më solli në shtëpinë tuaj kur nuk kisha ku të shkoja. Dhe më pas zbulova se ajo mbante pllakat e një burri që më shpëtoi jetën dekada më parë. Ju mendoni vërtet se unë do t'ju lë këtu, në këtë të ftohtë, pa ushqim, duke pritur një dëbim? Ai mori zarfin e kuq nga frigoriferi dhe e grisi në mes, duke i lënë copat të binin në dysheme. Nuk do të ketë dëbim, tha ai me vendosmëri. Jo për ju. Kur më? Por kush jeni ju? Pyeti Elina, zëri i saj vetëm një përshpëritje. Kush jeni ju në të vërtetë? Marko buzëqeshi për herë të parë, një buzëqeshje e lodhur por e sinqertë. Marko Müller. Dhe nesër ju do të kuptoni pse ky emër do të thotë diçka. Trokitën përsëri në derë, këtë herë me edukat. Marko shkoi të hapte dhe 2 burra me kostume hynë, duke e përshëndetur me një përkulje që bëri Rozën dhe Elinën të shkëmbenin shikime të habitura. Zotëri Müller, tha njëri prej tyre. Ju kërkonim kudo. Gruaja juaj është e dëshpëruar. Jam mirë, Pietro, u përgjigj Marko. Vetëm pak i çorientuar. Por këto 2 gra u kujdesën për mua. Dhe tani do të vinë me ne. Zotëri, filloi burri tjetër, më i ri, duke shikuar me dyshim Rozën dhe Elinën me rrobat e tyre të thjeshta dhe të konsumuara. Nuk është një sugjerim, Aron, tha Marko, me zërin e tij prerës. Është një urdhër. Përgatitni makinën. Dhe nesër në mëngjes dua një takim me departamentin financiar dhe atë ligjor. Kemi shumë punë për të bërë. Burrat tunden kokën dhe dolën shpejt.
Marko u kthye nga Roza dhe Elina, të cilat ende qëndronin në mes të dhomës, duke u përpjekur të përpunonin atë që po ndodhte. Merrni çfarë ju duhet për sonte, tha ai butësisht. Rroba, dokumente. Nesër mund të marrim pjesën tjetër. Elina shikoi nënën, e cila dukej se ishte në shok. Apo ndodh vërtet kjo? Përshpëriti Roza. Po, u përgjigj Elina, dhe për herë të parë atë natë të tmerrshme, ajo ndjeu një fije shprese. Ato morën një valixhe të vjetër nga dollapi dhe vendosën aty disa rroba, furçat e dhëmbëve, dokumentet e rëndësishme. Elina ndaloi përballë fotos së gjyshit që qëndronte në tavolinën e vogël të dhomës, e vetmja foto që kishin prej tij me uniformë, i ri dhe i buzëqeshur. Ajo e mori me kujdes dhe e vendosi në valixhe. Kur ishin gati, Marko ju udhëhoqi poshtë shkallëve. Fqinjet kishin dalë nga shtëpitë e tyre dhe vëzhgonin nga dritarja, kureshtar për makinat luksoze që bllokonin rrugën. Elina pa zonjën e apartamentit 3 duke vëzhguar pas perdes, me sytë të zgurdulluar. Shoferi hapi derën e makinës së mesme dhe Marko bëri një gjest që Roza të hynte e para. Ajo hezitoi, duke shikuar atë brenda si lëkure të butë dhe përfundim perfekt, aq ndryshe nga çdo gjë që kishte përjetuar ndonjëherë. Ju lutem, tha Marko. Ju jeni mysafiret e mia. Dhe kështu, Roza dhe Elina hynë në makinë. Marko hyri më pas, duke u ulur pranë tyre. Dyert u mbyllën me një zhurmë të butë dhe përfundimtare, dhe makina filloi të lëvizte. Elina shikoi nga dritarja e pasme ndërsa largoheshin, duke parë ndërtesën ku kishte kaluar gjithë jetën e saj të bëhej gjithnjë më e vogël. Nuk dinte se çfarë do të sillte e nesërmja, por dinte se diçka kishte ndryshuar thelbësisht atë natë. Diçka që nuk mund të zhbëhej. Udhëtimi ishte i gjatë dhe i heshtur. Roza dhe Elina shikonin nga dritarja, duke parë peizazhin të ndryshonte gradualisht. Lash pas rrugët me gropa të lagjeve periferike, ndërtesat e ulta me bojë të zhveshur, shtyllat e dritës të thyra. Kaluan nga zona qendrore e Tiranës me rokaqejt dhe dritat neoni. Dhe më pas filluan të ngjiteshin në një zonë më të lartë, ku shtëpitë bëheshin gjithnjë më të mëdha, më të shpërndara, të rrethuara nga mure të larta dhe porta hekuri. Elina mbante dorën e nënës, duke e ndjerë të ftohtë dhe të dridhur. Roza nuk kishte thënë asnjë fjalë që kur kishin hyrë në makinë, vetëm shikonte nga dritarja me një shprehje të largët, sikur gjithë ajo ishte një ëndër nga e cila ajo kishte frikë të zgjohej. Marko gjithashtu ishte i qetë, por Elina vuri re se ai vëzhgonte gjithçka rreth e rrotull me vëmendje të ri për të rirë. Ishte sikur çdo kilometër i përshkuar i sillte pas më shumë copëza të kujtesës së tij, më shumë shtresa të asaj që ai ishte në të vërtetë. Makina më në fund ngadalsoi shpejtësinë dhe ktheu në një portë impozante. 2 roje të uniformuar i përshëndetën me një tundje koke, duke shtypur një buton që bëri që portat e hekurta të zbukuruara të hapeshin ngadalë. Makina hyri në një pronë që dukej se nuk kishte fund. Elina shtypi fytyrën në dritare, me sytë të zgurdulluar. Kishte kopshte të mëdha, të ndriçuara nga drita të pozicionuara strategjikisht që krijonin hije dramatike në pemët e vjetra. Një shteg me gur të lëmuar të çonte në një vilë që bënte shtëpitë e mëdha ku punonte nëna e saj të dukeshin si shtëpi të zakonshme. Nuk ishte vetëm e madhe. Ishte madhështore. 3 kate arkitektur klasike me kolona të bardha në hyrje, dritare të mëdha që reflektonin dritën e artë të brendshme, balkone me grila hekuri të punuara. Dukej si lloji i vendit që Elina e kishte parë vetëm në revista të vjetra të lëna në shtëpitë ku pastronte nëna e saj. Makina ndaloi përballë hyrjes kryesore dhe menjëherë dera e shtëpisë u hap. Një grua doli me vrap, duke zbritur shkallët e mermerit me një shkaftësi që mohonte moshën e saj. Ajo duhet të ishte rreth të 60-tave, me flokë të thinjura të lidhura në një topuz elegant, e veshur me një kostum leshi të hollë që ndoshta kushtonte më shumë se sa fitonte Roza në një vit. Marko, bërtiti ajo, dhe kishte lehtësim dhe zemërim në zërin e saj në masa të barabarta. Ku ishe? Kërkuam policin, spitalet, të gjithë po të kërkonin. Marko zbriti nga makina ngadalë dhe gruaja e përqafoi aq fort sa ai u lëkund pak. Më fal, Kiara, tha ai, me zërin e tij të butë. U humba. Dola për të shëtitur dhe thjesht u humba. Kiara e largoi, duke i mbajtur fytyrën mes duarve, me sytë që i përshkonin çdo centimetër të tij sikur po kontrollonte për lëndime. Je mirë? Je i lënduar? Jam mirë. Fal këtyre 2 personave.
Vetëm atëherë Kiara vuri re Rozën dhe Elinën, të cilat kishin dalë nga makina dhe qëndronin të pakëndshme pranë hyrjes, duke mbajtur valigjen e tyre të vjetër. Shpreha e Kiarës ndryshoi nga shqetësim në konfuzion. Kush janë ato? Pyeti ajo, zëri i saj duke u ulur automatikisht në një ton më formal, më të largët. Njerëzit që më shpëtuan, u përgjigj Marko, duke i vënë dorën në shpatull gruas së tij dhe duke e drejtuar drejt Rozës dhe Elinës. Kiara, kjo është Roza dhe vajza e saj Elina. Ato më gjetën të humbur, më dhanë udhëtim, më çuan në shtëpinë e tyre. Dhe tani janë mysafiret tona. Kiara shikoi nga burri i saj të dy gratë, qartësisht duke u përpjekur të kuptonte situatën. Ajo kishte shikimin e stërvitur të dikujt të mësuar të vlerësonte njerëzit shpejt, të kategorizonte dhe të vendoste. Elina mund të shihte llogaritjen që po ndodhte, pa kur sytë e Kiarës u ndalën në rrobat e tyre të lira, në valigjen e ndrequr, në duart e forta të Rozës. Por atëherë diçka ndryshoi në shprehjen e saj. Ndoshta ishte mënyra si Marko mbante krahun e gruas së tij, i fortë por i bull. Ndoshta ishte brishtësisë që ajo ende shihte në sytë e burrit, frika e mbetur e humbjes së tij. Ose ndoshta ishte thjesht edukata e thellë e dikujt të rritur për të qenë i hijshëm në të gjitha rrethanat. Mirë se vini, tha Kiara, dhe buzëqeshja e saj, megjithse e kontrolluar, dukej e sinqertë. Çdo person që ndihmoi burrin tim është i mirëpritur në shtëpinë tonë. Ju lutem, hyni. Ajo bëri një gjest dhe menjëherë u shfaqën dy gra të uniformuara, shërbëtore që morën valigjen e Rozës dhe Elinës para se ato të mund të protestonin. Një tjetër grua, më e moshuar dhe me një ajër autoritar, ju afrua Kiarës dhe i përshpëriti diçka në vesh. Përgatitni 2 dhoma në krahun lindor, urdhëroi Kiara. Me banjo të plotë. Dhe kërkoni kuzhinës të përgatisë një darkë të ngrohtë. Ato duhet të jenë të uritura. Elina shikoi nënën dhe pa lot të heshtur që i rridhnin nëpër fytyrë. Roza i fshiu shpejt me shpinën e dorës, duke u përpjekur të ruante qetësinë, por Elina dinte çfarë do të thoshte ato lot. Sa kohë kishte kaluar që dikush i kishte trajtuar me kaq konsiderat. Sa kohë kishte kaluar që dikush ishte shqetësuar nëse ishin të uritura, nëse ishin rehat. Ato u udhëhoqën brenda shtëpisë dhe Elina duhej të bënte një përpjekje të ndërgjegjshme për të mos shikuar me gojë hapur gjithçka. Holli i hyrjes ishte më i madh se i gjithë apartamenti i tyre. Tavani ishte i lartë, i dekoruar me afreske të pikturuara me dorë. Një shandan kristali vari nga qendra, mira prizmat e tij reflektonin dritën në ylbera që vallëzonin në mure. Dyshemeja ishte prej mermerit të lëmuar, aq e shkëlqyeshme sa Elina mund të shihte reflektimin e saj në të. Kishte vepra arti në mure, piktura në korniza të arta që dukeshin shekullore. Mobilje prej drurit të errët dhe të gdhendur, vazo me aranxhime lulesh të freskëta, qilima persiane që ndoshta vlenin më shumë se i gjithë pallati ku jetonin Roza dhe Elina. Shërbëtorët i udhëhoqën nëpër një korridor të gjerë, duke ngjitur një shkallë të lakuar me parmak prej mahagoni. Roza ngjitej ngadalë, me dorën shtrënguar në parmak, çdo shkallë qartësisht e dhimbshme. Shërbëtorja më e moshuar e vuri re dhe ngadalsoi hapin, duke i ofruar diskretisht krahun për mbështetje. Mbërritën në katin e dytë dhe përshkuan një tjetër korridor, ky i shtruar me një qilim të butë që zbutët e hapat. Dera nga të dyja anët, të gjitha të mbyllura, të gjitha ndoshta çonin në dhoma më të mëdha se shtëpia ku ishte rritur Elina. Shërbëtorja ndaloi përballë një dere dhe e hapi, duke bërë një gjest që ato të hynin. Kjo do të jetë dhoma e zonjës, tha ajo Rozës. Dhe dhoma e zonjushës është ngjitur. Roza hyri ngadalë dhe Elina e ndoqi. Dhoma ishte e gjerë dhe elegante, e dekoruar në tone krem dhe ari. Kishte një shtrat të madh me kartë, i mbuluar me çarçaf që dukeshin prej mëndafshi. Perde të rënda prej kadifeje kornizonin dritare që shikonin nga kopshtet. Kishte një koltuk leximi pranë dritares, një tavolinë e vjetër, një dollap i madh prej druri të gdhendur. Një derë anësore të çonte në një banjo që e bëri Elinën të mbytej. Vask mermeri, dush me dyer qelçi, lavaman të 2 fish, pasqyra të mëdha. Peshqir të bardhë dhe të butë të grumbulluar në rafte, produkte higjienike ende në paketime, gjithçka në dispozicion. Darka do të shërbehet pas gjysmë ore, tha shërbëtorja. Nëse ju duhet diçka, ka një telefon pranë shtratit. Isha i bllokuar nën rënoja, mezi merrja frym. Mendova se do të vdisja aty. A i bëri një pauzë, me sytë e largët, duke ringjallur atë kujtim. Më pas një ushtar u kthye.
Të gjithë të tjerët kishin evakuuar, por ai u kthye. Lëvizi rënojat, më nxori jashtë. Më shpëtoi jetën pa hezitim, pa menduar për sigurinë e tij. Elina ndjeu zemrën t'i rrahte fort. Ajo tashmë dinte ku po shkonte ajo histori. Emri i tij ishte Viktor Aliu, vazhdoi Marko, duke shikuar direkt Elinën. Pas asaj dite i premtova vetes se nëse një ditë do të mund të shpërbleja, do ta bëja. Por Viktori nuk kërkoi kur asgjë. Nuk donte kur njohje, nuk pranoi kur shpërblime. Dhe më pas, vite më vonë, dëgjova se kishte vdekur. Mendova se kisha humbur shansin tim. Ai u ngrit dhe shkoi aty ku Elina ishte ulur, duke qëndruar pranë saj. Por sot, kur ti më ndihmove në atë stacion autobusi, kur pash pllakat e tij në qafën tënde, kuptova se nuk e kisha humbur shansin tim. Viktori më dha një jetë të dytë. Dhe tani kam mundësinë të shpërblej përmes familjes së tij. Zotëri Marko, filloi Roza me zërin e mbytur. Nuk keni nevojë të na jepni asgjë. Keni bërë kaq shumë për ne sonte. Son, tha Marko, duke u kthyer në karrigen e tij, është vetëm fillimi. Nesër do të flasim për të ardhmen. Por për momentin dua që ju të pushoni. Të flini në shtretër të rehatshëm. Të zgjoheni pa shqetësime. Dhe të dini se, për sa kohë unë marr frym, ju kur nuk do të kaloni më nevojë. Kiara mori dorën e burrit të saj dhe e shtrëngoi. Dhe unë e mbështes plotësisht burrin tim, tha ajo. Ju jeni të mirëpritura këtu për aq kohë sa keni nevojë. Elina shikoi nënën dhe pa se Roza po qante hapur tani, pa u përpjekur të fshehte. Ishin lot lehtësimi, mirënjohjeje, shpresë. Ndoshta, për herë të parë pas vitesh, lumturie. Atë natë, Elina u shtri në një shtrat aq të butë sa dukej sikur po lundronte. Dhoma ishte e ngrohtë, mbulesat ishin të rënda dhe ngushëlluese. Nga dritarja, ajo mund të shihte yjet që shkëlqenin në qiellin e pastër, pa ndotjen e dritës së lagjeve periferike për t'i erësuar. Ajo mbajti pllakat e gjyshit në gjoks, me sytë e mbyllur. Faleminderit, gjysh, pëshpëriti ajo në errësirë. Faleminderit që ishe i guximshëm. Faleminderit që u ktheve. Sepse kjo ishte ajo që na shpëtoi kaq shumë vite më vonë. Në anën tjetër të murit, në dhomën ngjitur, Roza ishte gjithashtu zgjuar. Për herë të parë pas vitesh, shpina e saj nuk e dhemte. Dysheku ishte perfekt, duke mbështetur trupin e saj në një mënyrë që ajo nuk e kishte përjetuar kurrë. Por nuk ishte rehatia fizike ajo që e mbante zgjuar. Ishte pamundësia e gjithë kësaj. Ishte frika se, duke rënë në gjumë, do të zgjohej përsëri në apartamentin e ftohtë, me zarfin e dëbimit në frigorifer, me barkun bosh dhe të ardhmen e errët. Por ajo nuk u zgjua në apartament. Kur dielli lindi dhe rrezet e para të dritës hyn nga dritarja, Roza ishte ende në atë shtrat të butë, në atë dhomë të pamundur. Dhe më pas trokitën butësisht në derë. Një shërbëtore hyri duke mbajtur një tabaka me mëngjes. Kafe e ngrohtë, bukë të freskëta, fruta, kos. Mirëmëngjes, zonja Roza, tha ajo me një buzëqeshje të sjellshme. Zotëri Marko kërkoi t'ju sillte këtë. Një mjek do të mbërri pas një ore për t'ju ekzaminuar. Një mjek, pyeti Roza, duke ulur shpejt dhe më pas duke bërë një fytyrë nga dhimbja. Po. Zotëri Marko këmbënguli. Tha se zonja kishte dhimbje shpine dhe se kishte nevojë për kujdesin e duhur. Dhe kështu filloi një ditë që do të ndryshonte gjithçka. Një ditë në të cilën Roza do të ekzaminohej nga një mjek privat që do të diagnostikonte 3 hernie diskale dhe do të rekomandonte pushim absolut dhe fizioterapi. Një ditë në të cilën Marko do të bënte telefonata me njerëz të fuqishëm në zyra të largëta, zëri i tij i fortë dhe komandues, duke marrë vendime që do të ndikonin në jetë. Një ditë në të cilën Elina do të mësonte se mirësia, ndonjëherë, ka shpërblime që askush nuk mund t'i imagjinonte. Por së pari, kishte mëngjes. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Roza hëngri pa nxitim, pa faj, pa frikë. Hëngri derisa u ngop. Dhe kjo, në vetvete, ishte tashmë një mrekulli. Mjeku ishte një burr i moshës së mesme, me flokë të thinjura dhe syze me korniza të holla. Ai ekzaminoi Rozën me kujdes të imët, duke bërë pyetje të detajuara rreth kur kishin filluar dhimbjet, rreth llojit të punës që bënte, rreth trajtimeve që kishte provuar. Roza ju përgjigj gjithçka me ndershmëri, megjithse ndjente turp kur pranonte se nuk kishte shkuar kurrë te një mjek i vërtetë,
Se të gjitha herët që kishte ndjerë dhimbje thjesht kishte marrë analgjezik të lirë dhe kishte vazhduar të punonte sepse nuk kishte zgjidhje. Mjeku nuk e gjykoi. Vetëm dëgjoi, tundi kokën dhe vazhdoi ekzaminimin e tij. Kërkoi që Roza të shtrihej, të lëvizte në mënyra të caktuara, shtypi pika specifike në shpinën e saj dhe regjistroi çdo reagim. Më pas, tha se do të kishte nevojë për ekzaminime më të detajuara, por se tashmë mund të bënte një diagnozë paraprake. 3 hernie diskale, tha ai, zëri i tij profesional por i dhëmshur. 1 në pjesën lumbale, 2 në zonën torakale. Është serioze, zonja Roza. Ju keni punuar me dhimbje të forta prej sa kohësh? Vite, pranoi Roza me zë të ulët. Por nuk kisha zgjidhje. Më duhej të punoja. Mjeku hoqi syzet dhe i fshiu ngadalë, një gjestë që dukej se i jepte kohë për të zgjedhur fjalët e duhura. Kuptoj, tha ai më në fund. Por tani zonja ka zgjedhje. Pushim absolut për të paktën 6 javë. Fizioterapi intensive pas kësaj. Dhe asnjë punë fizike. Nëse vazhdoni të sforconi shpinën, mund të keni dëme të përhershme. Roza ndjeu panikun të ngjitej. 6 javë pa punuar? Ishte e pamundur. Si do ta paguanin qiran? Si do të hanin? Por më pas u kujtua ku ishte, fjalët e Markos natën e kaluar dhe ankthi u paksua pak, i zëvendësuar nga një konfuzion i thellë rreth asaj që do të thoshte gjithë ajo. Ndërsa mjeku fliste me Rozën, Elina ishte në bibliotekë. Marko e kishte çuar aty pas mëngjesit, duke thënë se donte të bisedonte. Biblioteka ishte një dhomë mbresëlënëse, me rafte druri të errët që shkonin nga dyshemeja në tavan, të mbushura me libra në gjuhë të ndryshme. Kishte shkallë rëshitse për të arritur vëllimet më të larta, koltuqe lëkure për lexim dhe dritare të mëdha që lejonin të hynte drita e mëngjesit. U luni, tha Marko, duke treguar një nga koltuqet. Elina ju bind, me duart nervoze në prehër. Marko u ul në koltukun përballë dhe për herë të parë ajo e shikoi vërtet atë në dritën e ditës, pa konfuzionin dhe lodhjen e natës së kaluar. Ai ishte një burr i moshuar, ndoshta në të 70-tat, por kishte forcë në sytë e tij dhe në qëndrimin e tij. Flokët e bardhë ishin të krejur mirë, fytyra e ruar me kujdes. Vishte rroba rastësore por të shtrenjta dhe kishte një autoritet natyror në mënyrën si lëvizte, si fliste. Dua të flas për të ardhmen, filloi Marko pa ekuivoke. Mjeku konfirmoi atë që dyshoja. Nëna juaj nuk mund të punojë më si shërbëtore shtëpie. Shpina e saj thjesht nuk do ta përballoj. Elina ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Unë mund të punoj, tha ajo shpejt. Mund të lë shkollën dhe... Jo, e ndërpreu Marko, zëri i tij i fortë por i butë. Ti nuk do ta lësh shkollën. Ti je 17 vjeç. Duhet të mendosh për universitetin, jo për si të mbash familjen tënde. Por ne kemi nevojë për para. Qiraja. Nuk do të ketë më qira. Elina puliti, e hutuar. Si kështu? Marko u mbështet në koltuk, me gishtat e ndërthurur. Dje në mbrëmje, pasi ju shkuat të flinit, bëra disa telefonata. Zbulova kush është pronari i pallatit ku jetoni. Një kompani investimesh e quajtur Grupi Karmin. Ata kanë reputacionin e blerjes së pronave në zona të varfra, neglizhimit të mirëmbajtjes dhe kërkimit të qirave abuzive nga qiramarrësit e dëshpëruar. Elina e njihte mirë atë realitet. Pallati ku jetonin ishte gjithmonë duke u prishur. Ngrosi nuk funksiononte kurrë. Kishte rrjedhje, çarje, probleme elektrike. Por qiraja vetëm rritej. Këtë mëngjes, vazhdoi Marko, bleva Grupin Karmin. Elina ishte e sigurt se kishte dëgjuar gabim. Më falni? Bleva kompanin. I gjithë portofoli i pronave, përfshirë pallatin ku jetoni. Dhe gjëja e parë që do të bëj është të pushoj nga puna atë Aronin për keq menaxhim dhe ngacmim. Më pas, do të rinovojmë plotësisht pallatin. Ngroje e re, instalime elektrike të reja, boj, gjithçka. Dhe qirat do të rregullohen në vlera të drejta. Por pse, pyeti Elina, mendja e saj duke luftuar për të përpunuar madhësinë e asaj që po thoshte. Pse do ta bënit këtë? Për shkak të një borxhi që kam prej dekadash. Dhe sepse mundem. Elina, a e di çfarë bëj unë? Elina tundi kokën. Jam president i një konglomerati financiar dhe industrial.
banka, ndërtues, kompani teknologjike. Familja ime ndërtoi këtë perandori gjatë 3 brezave. Kam më shumë para se sa mund të shpenzoja në 10 jetë. Dhe a e di çfarë kuptova dje, kur isha i humbur në atë stacion autobusi? Ai u përkul përpara, me syt fiksuar në të sajat. Kuptova se isha bërë i padukshëm. Njerëzit kalonin pranë meje pa më parë. Isha i hutuar, i friksuar, qartësisht kisha nevojë për ndihmë dhe askush nuk ndalonte. Askush nuk I interesonte. Përveç teje. Një ere 17 vjeçare që kishte vetëm $5 në xhep, para që familja e saj I kishte nevojë dëshpërimisht dhe ti I përdore ato për të ndihmuar një të panjohur. Elina ndjeu lotët t'i digjinin syt. Nuk mund ta linte thjesht zotërinë aty. E di. Dhe kjo është arsyeja pse jam këtu, Elina. Kjo është arsyeja pse jam gjallë për të pasur këtë bisedë. Sepse dekada më parë, gjyshi yt gjithashtu nuk mundi thjesht të më linte aty. Ai u kthye. Në mes të zjarrit, të rrezikut, ai u kthye. Dhe më shpëtoi jetën. Marko u ngrit dhe shkoi te dritarja, duke shikuar kopshtet jashtë. Pasi dola nga ushtria, përdora paratë e familjes sime për të ndërtuar një perandori. Bëra pasuri. Por diku rrugës, harrova çfarë vërtet ka rëndësi. Harrova se gjithçka që kam ndërtuar, ekziston vetëm sepse një burr kishte guximin të kthehej. Dhe dje, mbesa e tij ma kujtoi këtë. Ai u kthye nga Elina dhe kishte vendosmëri në fytyrën e tij. Nëna juaj nuk do të punoj më si shërbëtore shtëpie. Do t'i ofroj asaj një pozicion menaxhere pasurish. Ajo do të mbikëqyr ekipin e mirëmbajtjes dhe pastrimit të gjitha pronave të mia nuk është punë fizike. Është administrative. 85.000 në vit për të filluar me përfitime të plota. Plan shëndetësor, pension, gjithçka. Elina nuk mund të merrte frym. 85.000? Ishte më shumë se sa nëna e saj do të fitonte në 4 vjet duke pastruar shtëpi. Dhe ju do të jetoni këtu, vazhdoi Marko. Kemi një shtëpi më të vogël në fund të pronës, e ndërtuar fillimisht për kujdestarët. 3 dhoma gjumi, kuzhinë e plot, sallon, 2 banja. Është e juaja. Nuk mund ta pranojmë këtë, përshpëriti Elina. Është shumë. Është minimumi, e ndërpreu Marko. Është më pak se sa detyrohem. Elina, nëna juaj punoi 30 vjet duke thyer shpinën për njerëz që as nuk e dinin emrin e saj. Meriton dinjitet. Meriton pushim. Meriton një shans për të jetuar, jo vetëm për të mbijetuar. Dikush trokiti në derën e bibliotekës dhe Kiara hyri. Ajo buzëqeshi kur pa Elinën, por kishte një seriozitet në sytë e saj. Marko, avokati ka mbërritur. Dhe solli dokumentet që kërkove. Shkëlqyeshëm, tha Marko. Elina, eja me mua. Ka edhe një gjë tjetër që duhet të bëj. Ata shkuan në zyrën e Markos, një dhomë mbresëlënëse me një tavolinë të madhe mahagoni dhe mure të mbuluara me diploma dhe certifikata. Një burr më I ri, ndoshta në të 40-tat, po priste me një çantë lëkure. Ky është Luka, avokati im personal, Marko bëri prezantimet. Luka, I solle dokumentet? Po, zotëri. Avokati hapi çantën dhe nxori disa dokumente. Siç kërkuat, këtu është akti I pronësisë së ndërtesës, tashmë I transferuar në emrin tuaj. Dhe këtu është letra e dorëheqjes së zotëri Aron Karmin, e vlefshme menjëherë. Marko nënshkroi dokumentet shpejt, më pas mori aktin e pronësisë dhe e mbajti në dorë, duke e shikuar me mendim. Elina, tha ai, a e di adresën e shtëpisë ku punonte nëna juaj? Ajo e punëdhënëses mizore? Elina tundi kokën, e hutuar për atë se ku po shkonte kjo. Jepja adresën Lukës. Dua të di kush është pronari I asaj prone. Luka shënoi adresën që dha Elina dhe bëri disa telefonata të shpejta. 5 minuta më vonë, ai kishte informacionin. Pronësia I përket një biznesmeni të quajtur Viktor Olon. CEO I një kompanie importi. Dhe, interesante, shtëpia është e hipotekuar në një nga bankat tuaja, zotëri Müller. Marko buzëqeshi, por nuk kishte humor në atë buzëqeshje. Vërtet? Sa I detyrohet? 300.000 me 3 muaj vonesë në pagesa. Perfekte. Luka, fillo procesin e ekzekutimit të hipotekës.
Dhe ndërsa je me këtë, zbuloni nëse gruaja e tij, ajo punëdhënësja, ka ndonjë biznes apo pron tjetër. Po, zotëri. Elina shikonte gjithçka me një përzierje magjepsieje dhe frike. Po shihte fuqinë reale në veprim, duke parë si paratë dhe ndikimi mund të lëviznin male, të shkatëronin jetë me disa nënshkrime dhe telefonata. Marko vuri re shprehjen e saj. Duket mizore, pyeti ai. Të përdor fuqinë time kështu? Elina nuk dinte çfarë të thoshte. Më lejo të tregoj diçka për Viktor Ollon, vazhdoi Marko. E di kush është ai. E njoh reputacionin e tij. Është një burr që e ka ndërtuar pasurinë e tij duke shfrytëzuar punëtorët, duke shmangur taksat, duke trajtuar punonisit si plera. Gruaja e tij është edhe më keq. Ata jetojnë në një vilë të blerë me para që duhej të kishin përdorur për të paguar njerëz si nëna juaj në mënyrë të denjë. Dhe tani janë 3 muaj me vonesë në pagesë sepse shpenzuan gjithçka në makina luksoze dhe udhëtime. Ai vendosi aktin e pronësisë së pallatit mbi tavolinë. Nuk po e bëj këtë për hakmarrje, Elina. Po e bëj për drejtësi. Njerëz si ata llogarisin në idenë se njerëz si ti dhe nëna juaj nuk do të kenë kur fuqi të reagojnë. E po, sot ju e keni. Përmes meje. Atë pas dite, ndërsa Roza pushonte pas konsultës mjekësore, Elina shëtitete në përkopshtet e pronës me Kiarën. Gruaja e Markos ishte ofruar t'i tregonte rrethinat dhe Elina pranoi, mirënjohëse për shansin për të përpunuar gjithçka që kishte ndodhur. Kopshtet ishin të gjera dhe të mirë mbajtura me kujdes. Kishte shtigje guri që dredheshin mes shtretërve me lule, shatërvan me ujë të kristalt, pemë të vjetra që ofronin hije. Në fund të pronës, pothuajse e fshehur nga një pyll me qershi, kishte një shtëpi më të vogël, 2 katëshe, me dritare të gjera dhe një verandë mikpritëse. Kjo është shtëpia e kujdestarëve, shpjegoi Kiara. Ishte bosh për vite. Marko e ka rinovuar plotësisht. Kuzhinë e re, banja të reja, i gjithë sistemi elektrik u ndërrua. Donte që të ishte perfekte. Për ne, pyeti Elina, ende mezi duke e besuar. Për ju, konfirmoi Kiara. Elina, e di që gjithë kjo duhet të duket surreale. E di që duhet të kesh 1000 pyetje dhe 1000 frika. Por dua që të dish se burri im është një burr fjale. Kur ai bën një premtim, e mban. Ato u ulën në një stol guri pranë një shatërvani. Kiara qëndroi e qetë për një moment, vetëm duke vëzhguar ujin. Marko dhe unë jemi martuar prej 42 vjetësh, tha ajo më në fund. Kishim një jetë të mirë. 3 fëmijë, të gjithë të rritur tani me familjet e tyre. Por Marko gjithmonë e kishte këtë peshë. Këtë borxh që ndjente se i detyrohej gjyshit tën. Elina dëgjonte në heshtje. Ai dhuroi për institucione veteranësh, vazhdoi Kiara. Financoi memoriale. Ndihmoi qindra familje ushtarësh. Por kur nuk ishte e mjaftueshme. Sepse nuk ishte për para. Ishte për një jetë. Viktor Aliu i dha atij një shans të dytë dhe Marko kaloi dekada duke u pyetur si mund të shpërblente. Dhe tani ai ka shansin. Kiara tundi kokën. Dhe nuk është vetëm për shpërblim, Elina. Dje, kur ai u humb, ndodhi diçka. Ai ka episode të tilla ndonjëherë, kujtesa i dështon. Është e frikshme për mua. Por dje, i humbur në atë stacion autobusi, ai e pa botën ndryshe. Pasi është të jesh i padukshëm, të jesh i dobët, të jesh i injoruar. Dhe më pas ti u shfaqe. Unë thjesht bëra atë që do të bënte çdo person. Por shumica e njerëzve nuk e bëjnë, tha Kiara butësisht. Shumica kalojnë drejt. Dhe ti nuk kishe burime. Nuk kishe pasuri për të fshehur. Kishe $5 dhe një zemër të mirë. Dhe kjo, Elina, kjo vlen më shumë se çdo pasuri. Ato u kthyen në shtëpinë kryesore kur dielli filloi të perëndonte. Roza ishte në sallon duke biseduar me Markon. Ajo dukej ndryshe, vuri re Elina. Supet nuk ishin aq të përkulura, fytyra nuk ishte aq e tensionuar. Ende kishte dhimbje, kjo ishte e dukshme, por kishte diçka më shumë gjithashtu. Shpresë, ndoshta. Ose mungesa e dëshpërimit që për dikë si Roza ishte pothuajse e njëjta gjë. Roza, Marko po thoshte kur Elina hyri, më duhet të firmosësh disa dokumente. Luka do t'i shpjegoj secilën, por në thelb janë kontrata e punës dhe transferimi i shtëpisë. Zotëri Marko, filloi Roza, zëri i saj i dridhur.
Nuk di si t'ju falenderoj. Nuk di çfarë të them. Nuk keni nevojë të thoni asgjë. Vetëm duhet të pranoni. Dhe të pushoni. Kur të jeni shëruar, do të flasim për përgjegjësitë tuaja. Por për momentin, fokusohuni të shëroheni. Luka u shfaq me dokumentet dhe Roza firmosi secilën me duar të dridhura, Elina pranë saj duke lexuar çdo rresht, duke u siguruar se kuptonte gjithçka. Ishte reale. Ishte ligjore. Ishte e përhershme. Kur mbaruan, Marko i dha Rozës një kopje të aktit të pronësisë së pallatit ku jetonin. Teknikisht, tha ai me një buzëqeshje të vogël, ju tani punoni për mua. Dhe një nga përgjegjësitë tuaja do të jetë mbikëqyrja e rinovimit të këtij pallati. Ju njihni çdo problem që ai ka, çdo defekt. Dua që ju të punoni me inxhinierët dhe arkitektët për të siguruar që të bëhet siç duhet. Roza shikoi aktin e pronësisë, më pas Markon dhe më pas thjesht filloi të qante. Nuk ishin lot delikat, ishin gulqime të thella që vinin nga vite dhimbje të akumuluar, frike, poshtërimi, punë pa njohje. Dhe tani, më në fund, lehtësimi. Elina përqafoi nënën dhe Kiara solli facoleta dhe Marko thjesht priti me durim derisa Roza të mund të rimerte veten. Më falni, tha Roza duke fshirë fytyrën. Unë thjesht nuk prisja mirësi. Nuk prisja drejtësi. Kalova kaq shumë kohë vetëm duke u përpjekur të mbjetoja sa harrova se gjëra të mira mund të ndodhin gjithashtu. E po, tha Marko, tani do ta mbani mend. Çdo ditë. Atë natë, Elina dhe Roza darkuan përsëri me Markon dhe Kiarën, por këtë herë biseda ishte më e lehtë, më natyrale. Folëm për të kaluarën, për gjyshin Viktor dhe historitë e tij, për ëndrat që Roza kishte braktisur shumë kohë më parë. Ajo kishte dashur të ishte mësuese dikur, pranoi ajo me droj. Por mbeti shtatzën e re, burri i saj u largua dhe mbijetesa mori përparësi ndaj ëndrave. Kur nuk është vonë, tha Kiara. Ndoshta, kur të jeni më mirë, mund t'i rifilloni studimet. Kemi burime. Mund të ndihmojmë. Dhe Elina, tha Marko, duke u kthyer nga ajo. Çfarë dëshiron të bësh? Pas shkollës? Elina hezitoi. Kur nuk kishte menduar vërtet për te mbijetesës së ditës tjetër. Nuk e di, pranoi ajo. Gjithmonë më ka pëlqyer të vizatoj. Të krijoj gjëra. Por kur nuk mendova se ishte e mundur ta bëja këtë si karrierë. Arkitektur, sugjeroi Kiara. Dizajn? Ndoshta, tha Elina, dhe për herë të parë në jetën e saj, ajo e lejoi veten të imagjinonte një të ardhme që nuk ishte vetëm një përsëritje e së kaluarës. Kur shkuan të flinin, secila në dhomën e saj të rehatshme në atë vilë të pamundur, të dyja qëndruan zgjuar për një kohë të gjatë, duke shikuar tavanin, duke u përpjekur të besonin se ajo ishte reale, se nuk ishte vetëm një ëndër mizore nga e cila do të zgjoheshin. Por dielli lindi përsëri dhe ato ishin ende aty. Dhe kështu filloi puna për të transformuar atë shans të pamundur në një jetë reale, me të gjitha sfidat dhe gëzimet që do të vinin. Javët e para ishin një vorbull ndryshimesh. Roza kaloi ekzaminime të detajuara në një klinikë private ku mjekët e trajtuan me respekt dhe durim, duke shpjeguar çdo procedurë, çdo opsion trajtimi. Filloi fizioterapi 3 herë në javë me një specialist që vinte në pronë. Ngadalë, ditë pas dite, dhimbja filloi të paksoi. Nuk u zhduk plotësisht, por për herë të parë pas vitesh, ajo mund të ngrihej pa bërë një fytyrë, mund të përkulej pa ndjerë shpime në shpinë. Elina u kthye në shkollë, por tani një shofer e çonte çdo mëngjes në një nga makinat e familjes. Në fillim, ajo kërkoi të lihej disa blloqe më parë, e turpëruar nga shfaqja e pasurisë. Por Marko këmbënguli se nuk kishte arsye për turp. Ti nuk e vodhe këtë, tha ai me vendosmëri. Ti e meritove përmes mirësisë dhe guximit. Kur mos u turpëro për gjërat e mira që të ndodhin. Megjithatë, tranzicioni nuk ishte i lehtë. Shokët e shkollës bënin pyetje që Elina nuk dinte si t'u përgjigjej. Si të shpjegonte se në një javë jeta e saj kishte ndryshuar plotësisht? Që kishte kaluar nga të qenit në prag të dëbimit në të jetuarit në një vilë? Disa mendonin se po gënjente. Të tjerët zili. Vetëm shoqja e saj më e mirë, Olvia, thjesht e përqafoi dhe tha, jam kaq e lumtur që diçka e mirë më në fund të ndodhi ty. Shtëpia e kujdestarëve u përgatit për to, por Roza dhe Elina kaluan muajin e parë duke jetuar në vilën kryesore ndërsa bëheshin prekjet finale. Marko këmbënguli se nuk kishte nxitim që të qëndronin sa kohë të kishin nevojë.
Kiara dukej se e shijonte vërtet shoqërinë, veçanërisht të Rozës. Dy gratë, aq të ndryshme në rrugëtimet e tyre por të ngjashme në forcën e tyre të heshtur, zhvilluan një miqësi të pamundur. Kiara i mësoi Rozës për menaxhimin e pronave, si të merrej me furnizuesit dhe kontraktorët, për buxhetet dhe oraret. Roza thithte gjithçka me një etje për njohuri që ishte shtypur prej dekadash. Zbuloi se kishte talent për organizim, për zgjidhjen e problemeve, për të trajtuar njerëzit me dinjitet duke ruajtur standarde të larta. Ishte ndryshe nga fshirja e dy shemeve, por përdorte aftësi që ajo kishte pasur gjithmonë, thjesht nuk kishte pasur kur mundësinë t'i zhvillonte. Ndërkohë, Marko i mbajti të gjitha premtimet e tij dhe më shumë. Aron u shkarkua dhe pallati ku jetonin Roza dhe Elina hyri në rinovim të plotë. Marko punësoi inxhinierët më të mirë dhe Roza mbikëqyri personalisht çdo fazë, duke përdorur njohurinë e saj të thellë për çdo problem për të siguruar që të zgjidhej siç duhet. Qiramarrësit, të cilët në fillim ishin skeptik, shpejt kuptuan se diçka reale po ndodhte. Ngrohje e re u instalua. Instalimet elektrike u ndërruan plotësisht. Hidraulik e re. Bojë e freskët. Dritare që mbylleshin vërtet. Dhe qirat u ulën me 40%. Lajmi u përhap shpejt në komunitet. Roza u bë një lloj legjende lokale, gruaja që kishte punuar gjithë jetën si shërbëtore shtëpie dhe tani menaxhonte prona për një nga burrat më të pasur të Tiranës. Disa e kishin zili. Të tjerët e admironin. Por të gjithë ranë dakord se nëse dikush e meritonte atë fat, ishte Roza. Sa për Viktor Ollon dhe gruan e tij, drejtësia ishte e shpejtë dhe e saktë. Me 3 muaj vonesë në hipotekë dhe Markon që kontrollonte bankën, ekzekutimi ishte i pashmangshëm. Ata humbën vilën. Makinat luksoze u sekuestruan. Kompania e importit e Viktorit hyri në hetim fiskal dhe u zbuluan parregullsi që rezultuan në gjoba të rënda dhe humbje të licencave. Gruaja, ajo grua me zë të mbredh që kishte poshtëruar Rozën, u pa në një supermarket lokal duke bler marka të lira, duke u ankuar me zë të lartë se sa e padrejt ishte jeta. Dikush që e njihte komentoi, ndoshta tani e kupton si ndihet shumica e njerëzve. Marko nuk ndjeu pendim. As nuk ndjeu kënaqësi të veçantë. Ishte thjesht drejtësi në mënyrën si ai e kuptonte. Njerëzit që ndërtuan pasuri mbi vuajtjen e të tjerëve nuk meritonin mbrojtje kur papërgjegjshmëritë e tyre i arrinin. Një ditë, rreth 5 javë pas asaj pasditeje në stacionin e autobusit, Marko thiri Elinën në zyrë përsëri. Ajo hyri nervoze, gjithmonë pak e trembur nga ai burr që kishte kaq shumë fuqi por që e trajtonte me kaq mirësi. U luni, tha ai, dhe ajo ju bin. Elina, më duhet të tregoj diçka. Ai hapi një sirtar të tavolinës dhe nxori një kuti druri të vjetër, të konsumuar nga koha. E vendosi mbi tavolinë mes tyre dhe e hapi me kujdes. Brenda kishte një foto bardhë e zi, tashmë të zverdhur, e mbrojtur nga një plastik. Ishte një foto e dy ushtarëve, të rinj dhe të ndotur, me krahët mbi supet e njëri tjetrit, duke buzëqeshur për kamerën pavarësisht lodhjes së dukshme në fytyrat e tyre. Pas tyre, Elina mund të shihte një xhip ushtarak dhe atë që dukej si rënoja të ndonjë ndërtese. Ky jam unë, tha Marko, duke treguar një nga ushtarët. Isha 22 vjeç në këtë foto. Dhe ky është gjyshi im, përshpëriti Elina, duke njohur Viktorin edhe pas viteve dhe cilësisë së dobët të fotos. Ai dukej aq i ri, aq i gjallë. Kjo foto u bë 2 orë pasi ai më shpëtoi, shpjegoi Marko. Një nga ushtarët e tjerë kishte një aparat fotografik. Kërkova të bëja një foto me Viktorin. Doja të kujtoja burrin që më dha një shans të dytë për të jetuar. Elina mori foton me duar të dridhura. Kur nuk kishte parë gjyshin e saj kështu, aq të ri, aq plot jetë. A mund ta mbaj? Pyeti ajo. Ose të bëj një kopje? Mund ta mbash origjinalin, tha Marko. Kam kujtime të tjera. Por ti duhet të kesh diçka të prekshme prej ti. Diçka për te i pllakave. Elina mbajti foton në gjoks, duke ndjer lotët t'i rridhnin në përfytyrë. Faleminderit. Për gjithçka. Për kujtimin e ti. Për nderimin e ti në këtë mënyrë. Ai më nderoi mua së pari, tha Marko thjesht. Dhe tani ti vazhdon të nderosh kujtesën e ti. Çdo ditë, me çdo vendim të mirë që bën, ti provon se guximi i tij, mirësia e tij, vazhdon të jetojë përmes teje. Kishte një trokitje të butë në derë dhe Kiara hyri.
Marko, Roza është këtu. Dëshiron të flas me ty. Roza hyri menjëherë pas, duke ecur pa çaluar për herë të parë që kur Elina mbante mend. Fizioterapia po funksiononte dhe gjithashtu pushimi, ushqimi i duhur, mungesa e stresit të vazhdueshëm. Ajo dukej vite më e re, fytyra më pak e tensionuar, supet drejt. Zotëri Marko, filloi Roza, pastaj ndaloi dhe u korrigjua. Marko. Më duhet të tregoj diçka. Ai bëri një gjest që ajo të ulej. Roza shikoi Elinën, më pas përsëri Markon, qartësisht nervoze. Shkova në pallat sot për të kontrolluar progresin e rinovimit. Dhe ndërsa isha aty, një grua më ndaloi. Një nga qiramarrëset. Tha se djali i saj po kërkon punë. Ai është 16 vjeç, ka lënë shkollën për të ndihmuar familjen. Dhe unë mendova se ndoshta mund të ndihmonim. Si, pyeti Marko, i interesuar. Mund të ofronim një program praktikash. Ai do të punonte me kohë të pjesshme duke ndihmuar me mirëmbajtjen e ndërtesave dhe gjysmën tjetër të kohës do të kthehej në shkollë. Do të paguanin një pagë të drejtë, të mjaftueshme për të ndihmuar familjen, por me kusht që ai të përfundonte studimet. Marko buzëqeshi ngadalë. Roza, kjo është një ide e shkëlqyer. Dhe nuk duhet të ndalet te një i ri. Duhet të jetë një program i plotë. Për të gjithë qiramarrësit që kanë nevojë. Roza u gjallërua, fjalët duke dalë më shpejt tani. Saktësisht. Mund të ofrojmë bursa studimi, programe trajnimi profesional, ndihmë me çerdhe për nënat beqare që duan të kthehen në punë. Të transformojmë atë pallat jo vetëm fizikisht, por të krijojmë një komunitet të vërtetë, ku njerëzit të kenë shanse. Kiara, e cila kishte qëndruar pranë derës, duartrokiti butësisht. Roza, ti e ke gjetur thirrjen tënde. Dhe vërtet e kishte gjetur. Në javët në vijim, Roza punoi pa u lodhur duke zhvilluar programin. Marko siguroi burimet financiare dhe lidhjet, por vizioni ishte i gjithë i saj. Ajo e njihte atë komunitet, njihte nevojat e tyre, ëndrat e tyre, frikat e tyre. Dinte saktësisht se çfarë do të bënte ndryshim. Elina pa nënën të lulëzonte në mënyra që kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Roza, e cila për kaq shumë vite kishte qenë e padukshme, tani po krijonte diçka që do të bënte një ndryshim real në jetën e dhjetëra njerëzve. Dhe e bënte këtë me një kompetencë dhe pasion që befasoi edhe Markon, i cili kishte mësuar të priste për sosmëri në gjithçka. Shtëpia e kujdestarëve u bë gati dhe ato më në fund u zhvendosën. Ishte e çuditshme ndjenja e të pasurit kaq shumë hapësirë, e të pasurit dhoma që ishin vetëm të tyre, e të pasurit një kuzhinë ku mund të gatuanin çfarë të donin kur të donin. Natën e parë aty, Roza bëri darkën e tyre të preferuar, oriz, fasule dhe pulë të thjeshtë. Hëngrën në tavolinën e re, në pjata të reja, por ushqimi kishte shijen e shtëpisë. A jemi vërtet këtu? Pyeti Roza, duke shikuar rreth kuzhinës së ndriçuar dhe mikpritëse. Kjo është vërtet jeta jon tani? Po, konfirmoi Elina. Dhe e meritojmë. Më në fund, meritojmë diçka të mirë. Por asgjë nuk ishte e lehtë. Elina luftonte me fajin ndonjëherë, fajin e të pasurit kaq shumë kur miqtë e saj të shkollës kishin kaq pak. Fajin e të ngrënit mirë kur dinte se familjet në lagjen e saj të vjetër vuanin uri. Bisedoi për këtë me Markon një natë, pas darkës. Ata ishin ulur në verandën e shtëpisë kryesore, duke pirë çaj, duke vëzhguar yjet. Është normale të ndihesh kështu, tha Marko kur ajo mbaroi së foluri. Unë u ndjeva kështu gjithashtu, kur isha i ri. Vija nga një familje e pasur, kisha gjithçka, ndërsa kolegët e mi ushtar vinin nga varfëria, nga lufta. Faji më konsumonte. Dhe si e përballuat? Kuptova se faji pa veprim është i padobishëm. Nëse ndihesh keq që ke, por nuk bën asgjë për të ndihmuar ata që nuk kanë, atëherë faji është vetëm vetë kënaqësi. Por nëse përdor atë që ke, pozicionin tënd, burimet e tua, për të bërë një ndryshim, atëherë faji shndërrohet në qëllim. Elina mendoi për këtë. Si mund të bëj një ndryshim? Jam 17 vjeç. Saktësisht. Je 17 vjeç. Ke gjithë jetën përpara. Studio, mëso, rritu. Dhe kur të kesh një ori dhe aftësi, përdori ato për të ndërtuar, për të ndihmuar, për të krijuar mundësi për të tjerët. Nëna jote po e bën këtë tani. Ti mund ta bësh këtë në të ardhmen, në mënyrën tënde. Ajo bisedë mbeti me Elinën.
Filloi të mendonte seriozisht për të ardhmen, për atë që donte të bënte. Kujtoi si I kishte thënë Markos se I pëlqente të vizatonte, të krijonte. Filloi të vizatonte më shumë, të skiconte projekte shtëpish, hapësirash. Kiara pa disa nga vizatimet e saj dhe u impresionua. Këto janë të mira, Elina. Vërtet të mira. A ke menduar për arkitekturën? Nuk kam para për universitet, u përgjigj Elina automatikisht, pastaj ndaloi. Ose kishte? Jeta e saj kishte ndryshuar aq shumë sa nuk dinte më cilat ishin kufizimet e saj. Si për t'i lexuar mendimet, Kiara tha, Marko dhe unë do të donim të paguanim studimet tuaja. Kur të përfundosh shkollën, nëse dëshiron të shkosh në universitet, qoftë arkitektur apo çdo gjë tjetër, ne do t'i mbulojmë kostoll. Elina ndjeu lotët t'i digjinin. Pse? Pse të bëni kaq shumë për mua? Sepse mundemi. Dhe sepse e meriton. Dhe, sinqerisht, sepse do të jetë një investim I mirë. Kur të diplomosh dhe të fillosh të krijosh projekte të jashtëzakonshme, do të dua të punësoj për të ridizenjuar disa nga ndërtesat tona. Ato qeshën, por kishte të vërtet nën humor. E ardhmja, që gjithmonë kishte dukur si një muribardh I pamundur për të ngjitur, tani hapej si një fushë me mundësi të pafundme. 3 muaj pas asaj pasditeje në stacionin e autobusit, Marko organizoi një darkë të veçantë. Nuk ishte vetëm familja, Roza dhe Elina. Ai kishte ftuar të gjithë qiramarrësit e pallatit që menaxhonte Roza, rreth 20 persona. Disa mbërritën me drojë të dyshim ndaj atij burri të pasur që kishte bler pallatin e tyre. Por Roza ishte aty dhe ata I besonin Rozës. Darka u shërbye në sallonin e madh të vilës, tavolina të vendosura në formë uje që të gjithë të mund të shihnin njëri tjetrin. Ushqimi ishte I thjeshtë por I bollshëm, I zgjedhur për të kënaqur të gjithë. Dhe më pas, kur të gjithë kishin ngrënë, Marko u ngrit. Dua t'ju falenderoj të gjithëve që erdhët, filloi ai. E di që disa prej jush janë ende skeptik për qëllimet e mia është e kuptueshme. Ju keni parë pronar të vinë e të ikin, premtime të bëra e të thyera. Por unë jam këtu për të thënë se nuk jam vetëm një pronar. Jam një antar I komunitetit tuaj tani. Dhe angazhimi im nuk është vetëm të rinovoj një pallat. Është të krijoj mundësi. Ai foli për programin që kishte zhvilluar Roza, për bursat e studimit, trajnimin profesional, mbështetjen për çerdhet. Fol për atë se si çdo person aty kishte potencial, kishte ëndra që meritonin një shans për t'u realizuar. Dhe gjithë kjo, tha ai, duke shikuar Rozën dhe Elinën, ekziston për shkak të një të reje 17 vjeçare që kishte $5 dhe një zemër të mirë. Për shkak të një nëne që punoi derisa I theu shpinën, por nuk e theu kur shpirtin. Për shkak të një ushtari që dekada më parë vendosi se një jetë ja vlente të kthehej për ta shpëtuar. Ai ngriti gotën e tij. Për Viktor Aliun që më mësoi se guximi do të thotë të kthehesh. Për Rozën që më mësoi se forca vjen në shumë forma. Dhe për Elinën që më kujtoi pse çdo gjë që kam ndërtuar vlen diçka. Të gjithë ngritën gotat e tyre, shumë me lot në sy. Dhe në atë moment, në atë sallë plot me njerëz nga botë të ndryshme të bashkuar në mirënjohje dhe shpresë, Elina kuptoi diçka themelore. Mirësia nuk është dobësi. Butësia nuk është naivitet. Dhe ndonjëherë një veprim I vetëm dhemshurie mund të krijojë valë që ndryshojnë jo vetëm një jetë, por shumë. Ajo shikoi nënën, e cila bisedonte me entuziazëm me disa nga qiramarrësit, fytyra e saj rrezatuese nga qëllimi. Shikoi Markon dhe Kiarën, të cilët kishin hapur jo vetëm shtëpinë e tyre, por edhe zemrat e tyre. Shikoi të gjithë ata njerëz, secili me historinë e tij të luftës, tani të bashkuar në mundësi. Dhe mbajti pllakat e gjyshit, tani të shoqëruara nga fotoja që Marko I kishte dhënë asaj, dhe pëshpëriti, faleminderit, gjysh. Që u ktheve. Që ishe I guximshëm. Që më mësove, përmes shembullit tënd, se ja vlen të kujdesesh. Në anën tjetër të sallës, Marko e pa atë duke mbajtur pllakat dhe tundi kokën, një kuptim I heshtur kaloi mes tyre. 2 njerëz të ndarë nga dekada dhe rrethana, të bashkuar nga një trashëgimi guximi që do të vazhdonte përmes brezave. Dhe ndoshta kjo ishte mrekullia më e madhe e të gjitha. Jo parat, jo shtëpia, jo punët apo mundësi. Por prova e gjallë se mirësia e mbjell dekada më parë mund të jepte ende fryte, se heroizmi nuk harrohej, se një jetë e jetuar mirë mund të prekte jetë të tjera në mënyra që askush nuk mund t'i parashikonte.
Atë natë, kur të gjithë kishin ikur dhe Elina ishte në dhomën e saj në shtëpinë e kujdestarëve, ajo shkroi në ditarin e saj diçka që nuk do ta haronte kurrë. Sot mësova se asgjë nga ajo që bëjmë nuk është e izoluar. Çdo akt mirësie, çdo moment guximi, krijon valë që udhëtojnë nëpër kohë. Gjyshi im shpëtoi një burr. Unë ndihmova të njëjtin burr dekada më vonë. Dhe tani, 10 jetë të tjera po ndryshojnë. Nuk është magji. Është thjesht ajo që ndodh kur zgjedhim të shohim njeriu në çdo person, kur zgjedhim të kthehemi, kur zgjedhim të kujdesemi. Dhe kjo është trashëgimia që dua të lë edhe unë. 6 muaj kaluan që nga ajo pasdite në stacionin e autobusit. Vjeshta i kishte lënë vendin dimrit dhe më pas pranverës. Jeta e Elinës dhe Rozës ishte transformuar në mënyra që ato ende luftonin t'i kuptonin plotësisht. Disa mëngjese, Elina zgjohej dhe për një moment mendonte se gjithçka kishte qenë një ëndër e hollësishme, derisa hapte sytë dhe shihte tavanin e lartë të dhomës së saj, perdet e cilësisë që filtronin dritën e mëngjesit, tavolinën ku vizatimet e saj të arkitekturës ishin të organizuara me kujdes. Roza tani menaxhonte jo vetëm një pallat, por 5 prona të ndryshme që Marko kishte blerë në rajone të varfra të Tiranës. Programi i saj i zhvillimit komunitar ishte zgjeruar duke prekur më shumë se 100 familje. Ajo kishte një ekip prej 6 personash që punonin me të dhe reputacioni i saj ishte rritur në atë pikë sa pronarë të tjerë e kërkonin për konsulencë. Marko qeshte dhe thoshte se ajo ishte më e vlefshme se sa kishte imagjinuar dhe se duhej të kërkonte rritje page. Shpina e Rozës nuk u kthye kurrë plotësisht në normalitet. Ende kishte ditë të këqija, ditë kur dhimbja kthehej dhe ajo duhej të pushonte. Por ato ishin përjashtime tani, jo rregulli. Dhe ajo kishte mësuar të dëgjonte trupin e saj, të pushonte kur ishte e nevojshme, të mos e shtynte veten përtej kufive sepse nuk kishte më dëshpërim që e detyronte. Elina ishte në vitin e fundit të shkollës, nota të shkëlqyera, mësuesit të impresionuar nga transformimi i saj. Ajo ishte regjistruar në 3 universitete të ndryshme për arkitekturë dhe letrat e pranimit kishin filluar të mbërrinin. Portofoli i saj përfshinte jo vetëm vizatimet e saj, por edhe një projekt real që kishte zhvilluar me ndihmën e Kiarës, një ridizajnim i zonës së përbashkët të një prej pallateve të Rozës, duke transformuar një hapësirë të braktisur në një bibliotekë komunitare me kënd lojrash për fëmijë. Por në gjithë këtë transformim kishte edhe momente melankolie. Elina ndjente mungesën e thjeshtësisë së mëparshme ndonjëherë, të mënyrës si jeta ishte më e qartë kur gjithçka që kishte rëndësi ishte mbijetesa e ditës tjetër. Tani kishte pritshmëri, përgjegjësi, një ardhme që shtrihej e ndritshme, por edhe frikësuese përpara saj. Ishte në një nga ato mëngjese kontemplative që Marko e kërkoi. Ai kishte udhëtuar për 3 javë, duke u kujdesur për bizneset në qytete të tjera dhe ishte kthyer natën e kaluar. Gjeti Elinën të ulur në kopshte, duke vizatuar pemët e qershisë që po fillonin të lulëzonin. A mund të ulem, pyeti ai, dhe Elina tundi kokën, duke mbyllur ditarin e saj të vizatimeve. Marko u ul pranë saj në stolën e gurit, fytyra e tij e menduar. Ka diçka që duhet të them, filloi ai. Diçka që e kam shtyrë sepse nuk dija si do të reagoje. Elina ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Çfarë? Kujtesa ime, tha ai. Episodet e konfuzionit që kam. Nuk janë vetëm episode të izoluara. Kam një gjendje degenerative. Mjekët e quajnë rënje kognitive progresive. Nuk është Alzheimer, por është e ngjashme. Me kalimin e kohës do të harroj më shumë gjëra. Do të kem më shumë momente si ajo ditë në stacionin e autobusit. Elina nuk dinte çfarë të thoshte. Ideja e Markos, atij burri aq të fortë dhe të kthjellët, duke u humbur ngadalë ishte e tmerrshme. Për sa kohë, pyeti ajo me zë të ulët. Vite ende, u përgjigj Marko. Ndoshta një dekadë, nëse kam fat. Por do të përkeqësohet gradualisht. Dhe përfundimisht nuk do të mbaj mend shumë gjëra. Prandaj po të them tani. Sepse ndërsa jam ende i kthjellët, ndërsa jam ende unë, dua të sigurohem që gjërat të caktuara të thuhen. Ai u kthye për ta parë direkt. Elina, ti shpëtove më shumë se jetën time atë ditë. Shpëtove shpirtin tim. Unë po humbisja shumë para se të fillonte konfuzioni. Isha i humbur në para, në biznese, në një jetë që kisha ndërtuar por në të cilën kisha harruar të jetoja. Ti më ktheve pas. Marko. Më lejo të mbaroj, e ndërpreu ai butësisht.
Kiara dhe unë nuk kemi më fëmijë të vegjël në shtëpi. Fëmijët tanë kanë jetën e tyre, familjet e tyre. Dhe me gjithë se i duam, ka një distancë aty, një formalitet që vjen nga botë të ndryshme. Por ti dhe Roza ju jeni bërë familje për ne vërtet. Jo me gjak, por me zgjedhje. Përmes lidhjes së vërtet. Ai nxori një zarf nga xhepi dhe ia dha asaj. Këto janë dokumente ligjore. Kiara dhe unë duam që ti dhe Roza të përfshiheni në testamentin ton. Jo gjithçka, sigurisht. Fëmijët tanë do të kenë atë që është e tyre. Por duam të sigurohemi që ju të keni gjithmonë siguri, të keni gjithmonë burime për të vazhduar punën që po bën Roza, në mënyrë që ti të mund të ndjekësh ëndrat e tua pa frikë. Elina shikoi zarfin por nuk e mori. Nuk mund ta bëni këtë. Fëmijët tuaj do ta kuptojnë gabim. Do të mendojnë se jemi shfrytëzues. Fëmijët tanë janë të rritur të suksesshëm që nuk kanë nevojë për më shumë para, tha Marko me vendosmëri. Dhe edhe nëse do të mendonin kështu, nuk do të ndryshonte vendimin tim. Elina, kjo nuk është bamirësi. Është njohje. Është drejtësi. Është siguria që trashëgimia e Viktor Aliut të vazhdoj të mbrohet, që mirësia që ti demonstrove të nderohet. Ai vendosi zarfin në dorën e saj duke i mbyllur gishtat rreth tij. Ju lutem. Për mua. Për gjithçka që bëri gjyshi yt. Pranoje. Elina mbajti zarfin duke ndjer peshën e tij si fizike ashtu edhe emocionale. Do të flas me nënën time. Roza reagoi saktësisht siç priste Elina, me shok, lot dhe një refuzim të theksuar fillestar. Nuk mund ta pranojmë këtë, tha ajo vazhdimisht. Është shumë. Kanë bërë kaq shumë. Por Kiara, e cila ishte e pranishme në bisedë, ishte e vendosur. Roza, ti punove 30 vjet duke thyer shpinën për qindarka. Sa herë punëdhënëset tuaja u shqetësuan nëse kishe të mjaftueshme? Sa herë menduan për të ardhmen tënde? Kjo nuk është bamirësi. Është ajo që duhej të ishte bërë dekada më parë, ajo që çdo punëdhënës i denjë duhej të siguronte. Nuk është për borxh, shtoi Marko. Është për familje. Dhe ju jeni familje tani. U deshën edhe 3 biseda të tjera, shumë lot, dhe më në fund ndërhyrja e fëmijëve të Markos dhe Kiarës, të cilët erdhën për darkë një natë posaçërisht për të njohur Rozën dhe Elinën dhe për të shprehur mbështetjen e tyre, para se Roza më në fund të pranonte. Fëmijët e Markos ishin njerëz interesant në të drejtën e tyre. Alban, më i madhi, ishte mjek. Fiona, e mesmja, ishte avokate për të drejtat e njeriut. Dhe Teo, më i vogli, menaxhonte një ujëçe për edukim. Të gjithë kishin thithur vlerat e prindërve duke përdorur privilegjet e tyre për të bërë një ndryshim. Dhe të gjithë ishin vërtet të ngrohtë me Rozën dhe Elinën. Babai ynë flet për ju vazhdimisht, tha Fiona gjatë darkës. Për si Elina e shpëtoi për punën e jashtëzakonshme që po bën Roza. Jemi të lumtur që ai ju ka gjetur. Dhe as pak të shqetësuar, pyeti Elina me kujdes. Përpara. Teo qeshi. Kemi më shumë se sa na duhet. Sinqerisht, është një lehtësim të dish se babai ynë po i shpenzon burimet e tij në diçka që vërtet ka rëndësi, në vend që thjesht të grumbulloj më shumë. Alban tundi kokën. Dhe përveç kësaj, ajo që ju përfaqësoni për të shkon përtej parave. Ju e bëni atë të lumtur. E bëni nënën ton të lumtur. Kjo është e paçmuar. Atë natë, kur të gjithë kishin ikur, Elina dhe Roza u ulën në verandën e shtëpisë së tyre, duke pirë çaj, duke përpunuar gjithçka. A e dini çfarë kuptova, tha Roza, duke shikuar yjet. Për vite, mendova se mirësia ishte dobësi. Se të jesh i sjellshëm do të thoshte të kaloje pas. Se bota respektonte vetëm të fortët, egoistët. Por gabova. Ajo u kthye nga Elina. Mirësia jote atë ditë, veprimi i thjesht për të ndihmuar një të panjohur, krijoi gjithë këtë. Jo sepse prisje shpërblim. Ti nuk e dije kush ishte. E bëre sepse ishte gjëja e duhur. Dhe universi, në një farë mënyre, shpërbleu. Elina mendoi për këtë. Por po të gjitha herët e tjera që ishim të sjellshme dhe nuk u shpërblyem. Të gjitha herët që punove shumë dhe u trajtove keq. Mirësia nuk shpërblehet gjithmonë, nën. Jo, pranoi Roza. Jo gjithmonë. Por kjo nuk e bën më pak të rëndësishme. Sepse thelbi nuk është shpërblimi, Elina.
Është kush je ti, çfarë lloj personi zgjedh të jesh, pavarësisht rezultatit. Unë zgjodha të jem punëtore, edhe kur nuk u njoha. Ti zgjodhe të jesh e sjellshme, edhe kur të kushtoj dollarët e fundit. Dhe po, këtë herë, pati një shpërblim të jashtëzakonshëm. Por edhe nëse nuk do të kishte, do të kishim bërë zgjedhjet e duhura. Ishte një moment urtësie të thellë, që vinte nga një grua që ishte trajtuar si e padukshme pjesën më të madhe të jetës së saj. Elina përqafoi nënën, duke ndjerë mirënjohje që kishte pasur këtë shembull gjithë jetën. Muajt në vijim sollën më shumë ndryshime. Elina u diplomua nga shkolla në krye të klasës së saj, fjalimi i diplomimit i fokusuar në atë se si një vendim i vetëm mund të ndryshojë jetë. Ajo nuk përmendi Markon apo historinë e saj konkretisht, por foli për fuqinë e mirësisë, për zgjedhjen e të parit të humanitetit të panjohurit, për kthimin për të ndihmuar edhe kur është më lehtë të ecësh përpara. Diplomimi u mbajt në auditorin e shkollës, plot me familje krenare. Roza ishte aty, sigurisht, në rreshtin e parë, duke qajtur hapur nga krenaria. Dhe pranë saj, për habin e Elinës, ishin Marko dhe Kiara. Ata kishin ardhur pa uftuar, por Elina nuk mund të ishte më e lumtur që i shite aty. Pas ceremonisë, ndërsa të gjithë bënin foto, Olvia, shoqja më e mirë e Elinës, më në fund takoi Markon. Pra, ky është Marko i famshëm, tha ajo me një buzëqeshje. Elina më tregoi gjithçka. Është reale? Gjithçka ndodhi vërtet siç tha ajo? Çdo fjalë, konfirmoi Marko. Shoqja juaj është një person i jashtëzakonshëm. Olvia qeshi. Gjithmonë e kam ditur. Vetëm se u desh kohë që pjesa tjetër e botës ta kuptonte. Atë natë pati një festë në vilën e Markos dhe Kiarës. Jo vetëm për diplomimin e Elinës, por edhe për të festuar një vjetorin e programit komunitar të Rozës. Më shumë se 100 persona ishin aty, qiramarrës të pallateve që menaxhonte Roza, të rinj që kishin marrë bursa studimi, familje që ishin ndihmuar në mënyra të ndryshme. Një nga të rinjt, një djalë 16 vjeç i quajtur Pietro që kishte lënë shkollën por ishte kthyer përmes programit të Rozës, bëri një fjalim të improvizuar. Para zonjës Roza, tha ai, zëri i tij duke i dridhur nga emocionet, unë nuk kisha të ardhme. Kisha vetëm sot. Por ajo më dha të nesërmen pas. Më dha shpresë. Dhe për këtë do të jem përjetësisht mirënjohës. Pati duar trokitje, lot, përqafime. Dhe në mes të gjithë kësaj, Elina pa Markon dhe Rozën duke biseduar qetësisht në cep, të dy buzëqeshje në fytyrat e tyre. Dukeshin, mendoi ajo, si dy njerëz që kishin gjetur qëllim, që kishin zbuluar se jetët e tyre kishin kuptim përtej mbijetesës së thjesht ose akumulimit. Më vonë, kur festa po mbaronte dhe mysafirët po fillonin të largoheshin, Marko u ngjit në një karrige për të bërë një njoftim të fundit. Ai priti derisa të gjithë të ishin të qetë, pastaj shikoi rreth sallës plot me fytyra të ndryshme. Një vit më parë, isha i humbur, filloi ai. Fjalë për fjalë i humbur në një rrugë që nuk e njihja, i frikësuar dhe i hutuar. Dhe një ere 17 vjeçare, që kishte vetëm $5 në xhep, zgjodhi të më ndihmonte. Ai akti thjesht mirësie krijoi valë që prekën të gjitha jetët në këtë sallë sonte. Ai gjeti shikimin e Elinës nëpër turm. Elina, të thash një herë se mirësia jote më shpëtoi. Por ishte më shumë se kaq. Më kujtoi pse ndërtova atë që ndërtova, pse jetova jetën që jetova. Më kujtoi një ushtar që dekada më parë vendosi se jeta ime ia vlente të shpëtohej. Dhe më dha mundësinë të nderoj atë kujtim në një mënyrë reale, të prekshme. Ai ngriti gotën e tij. Pra sonte do të ngrem dolli jo vetëm për Elinën dhe diplomimin e saj, jo vetëm për Rozën dhe punën e saj të jashtëzakonshme. Do të ngrem dolli për Viktor Aliun, një burr që shumica këtu nuk e njohën kurrë, por trashëgimia e guximit dhe mirësisë së të cilit preku çdo jetë në këtë sallë. Do të ngrem dolli për idenë se veprimet tona kanë rëndësi, se butësia nuk është dobësi, se kthimi për të ndihmuar dikë në nevojë nuk është kurrë një gabim. Të gjithë ngritën gotat e tyre, zëra që u bashkuan në një dolli kolektive. Dhe Elina, e rrethuar nga të gjithë ata njerëz jetët e të cilëve ishin prekur në një farë mënyre nga një zinxhir ngjarjesh që filloi me guximin e një gjyshi që ajo mezi e mbante mend, ndiu një kuptim të thellë të vendosej në zemrën e saj. Jeta nuk ishte e drejtë. Kjo ishte e vërtetë. Mirësia nuk shpërblehej gjithmonë. Gjithashtu e vërtetë. Por ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, universi konspironte në mënyra misterioze.
Dhe kur jeton me integritet, kur bën zgjedhjet e duhura edhe kur janë të vështira, kur kujdesesh për të tjerët edhe kur askush nuk po vëzhgon, këto zgjedhje krijojnë një themel mbi të cilin mund të ndërtohen mrekulli. Nuk ishin mrekulli fetare apo mbinatyrore. Ishin mrekulli njerëzore. Të lidhjes, të njohjes, të një ushtari që shpëton një jetë që dekada më vonë do të shpëtonte mbesën e tij nga një ekzistencë varfërie. Të një burri të pasur që kujton humanitetin e tij përmes një adoleshenteje të varfër. Të një nëne që më në fund merr dinjitet pas dekadash mos respektimi. Këto ishin mrekullit që kishin rëndësi. Dhe Elina i premtoi vetes, ndërsa shikonte rreth asaj salle plot me shpresë dhe mirënjohje, se do të kalonte pjesën tjetër të jetës së saj duke krijuar më shumë prej tyre. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elinës, Rozës dhe Markos t'ju ketë prekur zemrat aq thellë sa na preku ne kur e treguam. Kjo narrativ na kujton se një akt i vetëm mirësie mund të krijojë valë që kalojnë brezave, se dëmshuria nuk shkon kurrë dëm, dhe se zgjedhja për të ndihmuar dikë në nevojë mund të ndryshojë jo vetëm një jetë, por qindra prej tyre. Nëse kjo histori rezonoi me ju, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë rrëfime emocionuese që festojnë më të mirën e natyrës njerëzore. Lëshoni pëlqimin tuaj që të mund të vazhdojmë të sjellim histori që frymëzojnë, që bëjnë të mendosh, që na kujtojnë fuqinë transformuese të mirësisë. Dhe në komente na tregoni, a keni përjetuar ndonjëherë një moment ku një akt mirësie, i juaj apo i dikujt tjetër, ndryshoi rrjedhën e një jete? Ndani përvojën tuaj me ne. Çdo ditë sjellim narrativa unike që eksplorojnë kompleksitetin, bukurinë dhe qëndrueshmërinë e shpirtit njerëzor. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme. Jemi të etur të lexojmë komentet tuaja dhe të vazhdojmë këtë udhëtim emocional me ju.